Mirë se erdhët në Mashqip. Prej ditësh po shohim dhe përjetojmë një emocion ndryshe, pasi Shqipëria është zgjuar. Jo nga partitë politike, as nga shoqatat apo JQ-t e Sorosit apo dreqit mallkuar. Janë zgjuar se u kanë ardhur në majt hundës, arroganca e pushtetit dhe mosdhënia e llogarisë. Janë zgjuar sepse propaganda qeveritare u ka gufosur dhe realiteti në Shqipëri është krejt ndryshe. Në Shqipëri një pjesë e madhe e shoqërisë jeton në kushtet e mbijetesës, ndërsa një pjesë e njerëzve të lidhur me politikën janë shfrenuar në luks. E këto po dalin çdo ditë në media ku njerëzit me pushtet në këtë qeverisje janë 13 vjeçare, po akuzohen për vepra të ndryshme penale dhe po rezultojnë me pasuri përtej imagjinatës, me prona të fituara nga korrupsioni, me udhëtime luksoze dhe blerje mira e orësh për rroba apo çanta firmato. Nuk po rëndis emra sepse i dini të gjithë. Por mos harroni se kemi 2 zëvendësky ministra në hetim, ministra, kryetar bashkish, pafund dhe një numër të madh drejtorësh të administratës. Por qytetarët siç duket prisin një shkëndi, dhe ajo erdhi nga ato skena në Zvërnec, nga rrëthimi me garë dhe tela me gjemba i lagunës dhe plazhit publik që ne i ka falur Zoti, pamje që na kujtojnë telat me gjembat e një kohe që mendojmë se kishim marrë fund. Apo zona lufte. Kulmi erdhi me ato pamjet neveritshme ku punonjësit e policisë private rrëmbyen, tërhoqën zvarr dhe dhunuan e torturuan një protestues që po ushtronte drejtën e tij të dhënë nga Zoti dhe ligji për të protestuar. E gjithë kjo ndodhi para syve të policisë së shtetit, e cila qëndroi e ngrirë, qoftë nga paaftësia apo interesat dhe lejoi atë skenë të shëmtuar të ndodhte. Pa përmendur këtu veprimet e tjera të lundshme apo përdorimin e sprejt djegës ndaj protestuesve dhe vetë punonjësve të policisë, një pamje paqe dhimbshme sa dhe turpruese. Këto skena bashkë me njoftimet qesharake dhe shpesh kontradiktore të policisë së Vlorës bën që qytetarët të ngrihen dhe prej ditësh të protestojnë. Tashmo, duke kërkuar dorëheqje, transparencë dhe ndalimin e projekteve të dyshimta që po avancojnë pas një konsultim publik. Si projekti i resorteve në Zvërnec në emër të pronarëve privat, për cilët shumë kush është i bindur se kanë përfituar prona përmes falsifikimeve, pasi laguna dhe rëra e plazhit nuk kanë pasur kur pronar privat. E më pas vim të projekti investitori strategjik dhëndrit presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, dhe grupit të biznesmenëve të huaj e bashkëpunëtorëve të tij shqiptar me styre Shefqet Kastratin apo djalin e tij Musa Kastratin dhe të tjerë. Por nuk mendoj se janë vetëm projekte të Zvërnecit dhe Sazanit që zgjuan shqiptarët. Është projekti i Roylit në Shkodër, është abuzimi me tenderat publik, korrupsioni, mungesa elementare e sigurisë në jetën e përditshme, në vendin e punës, në biznes, në karrierë dhe në çdo hall të sistemit. Është mungesa e drejtësisë, zvarritja e saj dhe një kast politike që prej më shumë se 30 vitesh vazhdon të sundojnë Shqipërinë. E do Zoti që protestuesit qëndrojnë të mos përqahen dhe të marrë fund njëherë mirë ky tranzicion që i ka lodhur shqiptarët dhe i ka detyruar të largohen nga vendi ashtu siç jam larguar edhe unë vetë. Ndërkohë në mbështetje të kësaj proteste tashmë janë përgjigjur edhe shumë shqiptarë të diasporës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuajse në gjithë shtetet si Michigan, New York, Texas, apo dhe Boston dhe shumë vendet e Evropës po organizohen tubime dhe reagime në solidaritet me protestuesit në Shqipëri. Mbetet për të parë nëse kjo lëvizje qytetare do të arrijë të prodhojë ndryshimin që shqiptarët presin prej dekadash. E për të gjitha këto do të flasim sot me 2 të ftuarit e mi. Kolegën Lindita Qela, e cila është ndër të parët, për të mos thënë e para që ka denoncuar abuzimet me pronat në Bregdet dhe veçanërisht në Zvërnec, duke shkruar dhe për personazhin e njohur të kësaj historie, i cili tashmë ka dalë në shesh, po themi emri i tij, është Artur Sheu. Si dhe me të ftuarin tjetër, po ashtu një zë i fuqishëm i denoncimeve publike, sidomos për skandalin e Akshit, e që tashmë është pjesë e organizatorëve të kësaj proteste qytetare. Unë do të filloj me Lindita Qelën, një gazetare që prej më shumë se 20 vitesh merret me gazetarinë investigative, me të cilën kemi punuar edhe bashkë të Shegullit. Sot Linda drejton median e saj online Shtegul.org, e cila nuk sjell vetëm lajme të përditshme, por dhe investigime detajuara për çështjet me interes publik. Linda, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove ftesën për të qenë sot me mua në Mashqip. Faleminderit ty për ftesën, flamur dhe sukseset për Mashqip, se Mashqip po flitet vetëm tani në Shqipëri dhe mbar botën. Faleminderit.
Ne do të flasim her pas here bashkë sepse në fakt vazhdon të jesh një zë i gazetarisë e cila nuk ke ndryshuar për më shumë se këto 20 vite. Sidomos tek pjesa e dinjitetit, që them drejtën fatkeqësisht shumë kolegë të tjerë kanë devijuar gjatë rrugës. Gjithsesi ty të falenderoj sepse edhe shtegun e lexoj vazhdimisht, në fakt dhe marr edhe informacione, me raste edhe ti përdor edhe lajme në fakt dhe i botojmë edhe te Mash Shqip, nuk besoj që do na ankohesh. Jo, sepse në fakt ky është dhe misioni i gazetarit në fakt. Gjitha gjërat që ne dimë, ne mësojmë apo dhe kemi mundësi t'i aksesojmë, nuk i kemi për vete. Ata bëhen të vlefshme në momentin ku ndahen me të tjerët. Dhe sidomos kur përpiqemi të bëjmë të gazetarin që të ndajmë, sepse sot sfidat janë të mëdha, përveç asaj se përmendë ti janë dhe sfidat e fake newsit, janë dhe sfidat e propagandës, dhe të shkruash lajme minimumi me dy burime dhe me fakte, dhe kur këta shpërndahen sigurisht që është kënaqësia ime, sepse qëllimi është të shkojmë tek njerëzit të informojnë, dhe të kuptojnë me çfarë ndodh në këtë vendin tonë. Kjo është rëndësi, ti kështu që vazhdo, siç ke vazhduar që gjithë këto vite të jesh e ndershme me lajmin edhe me qytetarët. Po vazhdojmë atëherë, Linda, çfarë po ndodh aktualisht në Tiranë, si po zhvillohen këto protesta? Atëherë, më lejo ta them këtë si mendim personal. Unë mendoj që s'ka ndodhur asnjëherë më bukur sa kaq në Tiranë. Për shkak të protestave, për shkak të energjisë, por mbi të gjitha e di se e shikoj unë, e shikoj si edhe një përkthim apo një mbështetje apo dhe fakti që puna e gjitha të viteve që thithë, edhe ajo dëshira që publiku ta lexojë, të paktën kanë mësuar diçka. Pra nuk është kjo empatia. Ne kishim vite që shkruanin, investigonin çështje, dhe duke sikur s'kishte ndonjë efekt, duke sikur më shumë i bënim historik për njëri tjetrin, sepse publiku nuk reagonte në momentin ku u mboll Shqipëria me kanabis. Vërtet kishim një lazarak, po më pas u mboll gjithë Shqipëria. Nuk reagoi kur ministri i vendit u përfshi në akuza të dënuar, nuk u ankoi ku ministri i shëndetësisë u përfshi në akuza, dhe është aktualisht në hetim apo dhe në gjykim i arrestuar, ku bëhet fjalë për koncesione me të cilat në letra thuhet që ne kemi check-up, por gjithë secili prej shqiptarëve i bën të gjitha analizat privat. Ne nuk kemi laboratore për të, nuk kemi dhe ilaçe. E fillojmë nga bazika, onkologjiku në të gjitha sektorët e shëndetësisë. Ndërkohë na është thënë që është thënë falas. Nuk kishim reagime kur vërtetohej njerëzit më të lartë të kryeministrisë, së qeverisë, të lidhur dhe për jo vetëm me akuza korrupsioni, por me akuza të lidhura dhe me krimin e organizuar. Kemi dy zëvendës kryeministra në procedim. Kemi ministra pafundësisht, kemi kryetar bashkie që për ton t'i numërosh gjithë, e mos flasim për drejtor administrate. Në fakt, e kisha menduar edhe unë këtë histori, Linda, disa herë që mos ndoshta neve ngjarja e 21 janarit i futi frikën njerëzve të protestojnë. Edhe kjo që po ndodh tani, kam përshtypje që është një akumulim i gjithë këtyre viteve të kësaj çfarë po i rëndit edhe ti, sepse edhe arsimi nuk është në nivelin që presim, po themi në Shqipëri, apo shërbimet sociale, apo si që tha vetë, shërbimet shëndetësore janë katastrofë, do të marrish kredi për të mbajt, po themi për të shëruar, apo për të pas një ndërhyrje. Mos flasim pastaj edhe të mungesa e pajisjeve. Unë personalisht nuk do të sigurisht që ngjarja e rëndë e 20 janarit ka bërë efektet e veta. Fatkeqësisht analiza ime nuk lidhet me këtë. Analiza ime lidhet me faktin e një propagande që nëse ka një gjë të mirë që unë do i lavdëroja kësaj qeverisje, është propaganda e cila është shumë e zonja, ka një narrativ shumë pozitive për t'i arritur t'i bindin shqiptarët edhe të pabindshme. Për shembull, unë po të referoj qoftë edhe deklaratën e fundit të kryeministrit që thotë për të zhvilluar një resort turistik, dhe të kthehemi këtu, ata do e bëjnë vendin më të gjelbër se ç'është. Tani kemi Zvërleci, që e ka bërë zoti natyra, totalisht siç është, dhe kryeministri thotë që do bëjë resortin, do ndërtojnë paktën ajo që dimë ne deri tani, që do jetë një resort me 10.000 vende akomoduese, dhe këto ndërtimet këtu do sillin më shumë gjelbrim. Dhe ka shqiptar që e besojnë.
gjatë këtyre viteve ka qenë dhe narrativa që kemi modelin identik, po themi për të thënë se sa me të vërtet do e bëjnë jeshillëkën është fakti i Green Coast-it, palasja e famshme. Po, ti kthehemi pastaj. Po ndërkohë këtë e besojnë. Pra, suksesin e këtyre viteve, për mua PR-i i qeverisë ka qenë në formën më të mundshme dhe së dyti kjo narrativi kanë gjetur që po i ka unë do Visaliu. Sajnë e ka Saliu dhe po i ka unë do Visaliu. Dhe plus, ajo që është shtuar, me thënë të drejtën, është që, sepse gjërat nuk janë, nuk ndodhin në mënyrën e veçantë, apo ka vetëm një arsye dhe kaq, mblidhen të gjitha bashkë. Përpos qeverisjes që është bazuar në korrupsion edhe në PR, kemi pasur edhe rritjen e krimit organizuar. Krimi organizuar në përvot nuk është i këtij niveli, të themi nuk ishte i këtij niveli në 2013-ën, në 2010-ën. Për gjatë këtyre viteve, krimi organizuar, eksponentë të krimit organizuar kanë siguruar shumë të mëdha parash të cilët ju duhej një vend për të arritur që këto para të ktheheshin në legjitime. Dhe Shqipëria u kthye në lavatriçe. Po mos harro, këta i gjenerojnë vende pune. Nga krau tjetër, për shembull, sektori më i zhvilluar, po të rifrem, është ndërtimi në Shqipëri. Nuk po flas për kushtet e punës. Dhe po të shohësh, ne kemi bërë disa shkrime që të gjitha, ose pjesa më e madhe e këtyre investimeve janë të lidhura me burime të dyshimta. Pra, të gjitha këto, apo hapja e kompanive të call centerit. Më lejo se ndoshta po dal nga tema, por ndoshta kjo vlen për... Jo, ideja është që të gjitha këto janë bërë bashkë, ndoshta që ky reagim qytetar të jetë kaq i vrullshëm. I vrullshëm dhe na ka bashkuar bashkë, por na ka sill shpresën. Pra për të kthyer aty, kush është më e bukur e kësaj proteste? As tënjet, sado që kanë qenë gjetje shumë fantastike, Pelikanin Kaçurel do ta çojnë në Sorel, Berisha Hamburg, Gram Hamburg. Pra po ka kthyer shpresën. Personalisht për mua po, sepse them, ky popull nuk është më. Domethënë, ishte krijuar ideja që shqiptarët rinin urtë, nuk kishin forca për të reaguar, rinin për kafe, këtë narrativ e shfrytëzonte qeveria, këtë narrativ e shfrytëzonte edhe një opozitë e korruptuar ose e pazonja për të nxjerrë aktivistët. Dhe kemi 13 ditë, sidomos mbrëm që ishte madhështore, nuk di nëse ju keni patur mundësi ta shikoni. Mbrëm, jo, deri në 12 e natës protesta vazhdonte. Unë kam qenë mbrëm deri në 12 e natës në Tiranë dhe vazhdonte protesta. Pra Linda, ti nuk mendon që reagimi i qytetarëve erdhi pas asaj videos ku punojnës të kompanisë private të sigurisë rrëmbyn, dhunun dhe tërhoqën zvarr një protestues në Vërnec? A ishte ky momenti, po themi, i kësaj revolte kombëtare apo ishte akumulim dhe kjo ishte thjesht një shkëndi? Ajo ishte për mua, ajo shkëndi, por ishte ajo pika që mbush një gotë plot, sepse nëse do ju sjell vëmendje juaj apo të audiencës tuaj, unë do thoja që pamjet e protestuesve në rjoll të Shkodrës ishin shumë më të rënda se sa kjo. Po në fakt dhe nuk reagoi njeri. Dhe nuk reagoi njeri. Po ndërkohë kjo domethënë ishte pika që mbushi gotën dhe kjo edhe si një përgjigje që të arrogancës që ka mbajtur vetë qeveria, apo mënyrës se si vetë kryeministri i vendit e menaxhoi këtë situatë. Në vend që të dilte përpara shqiptarëve, ai zgjodhi partinë e vet, që pas zgjedhjeve që ne patëm janë njerëz që mua me pjesën më të madhe të grupit parlamentar nuk më identifikon asnjë, nuk më përfaqëson asnjë, qoftë për shkallën e inteligjencës. Të drejtën 60 ose 70% për tyre janë të rrezi në aspektin profesional dhe kulturor. Gati janë, kemi parë që janë analfabet funksional. Dhe janë pikërisht ata njerëz që kryeministri në 2000 kur ishte në opozit, thoshte që janë kthyer shqiptarët. Pikërisht ata analfabetët funksional, ai ka marrë rikacion në partinë e vet që të fyen, sa herë hapin gojën, të fyen inteligjencën. Pra, protesta dhe kjo gjë e bukur që po ndodh në Tiranë, përveç se ka sjellë shpresën, sigurisht që është pak nga pak akumulimi i gjithçkaje që ndodh në Tiranë dhe për fat të keq Shqipëria duke i hequr atë gëzimin që ka në protest, është kthyer gati ashtu siç vishet vetë kryeministri, një gjë e madhe e zezë. Më pëlqen.
Linda, po çfarë po bëj tani para se të filloj të flasim për çështjen e Artur Sheu, Sazanit, Zvërnecin, sepse të jemi të sinqert, ndonjëherë ne gazetarët për shkak të smirës dhe xhelozisë, jo unë, ndoshta po një pjesë e caktuar e tyre, e kanë të vështirë të thonë që Lindita Qela është personi i parë që është marrë me mashtrimet dhe vjedhjet, abuzimet që janë bërë në pronat në Zvërnec. Por para se të filloj me këtë, doja të dija që nga informacionet që ke, çfarë po bëhet për ta pengu këtë protestë, çfarë po bëhet, çfarë mënyra po zgjedhen ose çfarë veprimesh po kryen, qoftë qeveria apo persona të ndryshëm të pushtetit lokal apo qendror për ta frenuar ose për t'i përçarë këtë protestues apo për ta ndalë këtë vrrullin e madh. Atëherë, për të folur me dokumenta ne sot sërish publikuam informacione kur antar ose të thime njerëzit që marrin përsipër organizimin, po ta themi dhe organizimi i cili është, dhe ndoshta edhe ky është dhe suksesi i protestës. Si dhe ju thatë, për gjatë 20 ditëve mua më ka rënë rasti të ndjek protestë. Aty nuk ka organizator, po ka njerëz që kujdesen që gjithçka të shkojë mbar. Pikërisht ata njerëz janë intimiduar, janë kërcënuar me vendin e punës, janë kërcënuar prindërit e tyre. Jo ata vetiu, po janë kërcënuar prindërit e tyre. Dhe dëshmitë që ne kemi siguruar janë me emër dhe me mbiemër dhe me fotografitë e personat dalin aty. Po për fat të keq, për fatin ton të mirë, këta persona që dëshmojnë nuk janë më në Shqipëri, kanë ikur jashtë Shqipërisë. Ndërkohë që vetë kanë pasur mundësi të aksesoj grupe të komunikimit, tash të quajtura tani patronazhistët nuk janë më një sistem kompjuterit, po funksionon nëpër telefona. Mënyrën se si kontrollohen dhe menaxhohen, çohen mesazhet. Unë kam patur mundësi të shikoj ta, për të kontrolluar ku kontrolloheshin njerëzit që çdo kush të ftohej, jo vetë, por edhe antar të familjes në takimet ku janë, ku është i pranishëm kryeministri i vendit, po nga krau tjetër të bënte tërheqjen e atij grupi, për shembull në qoftë se dikush është në punonjës i administratës, vllaja apo motra apo fëmia e tij merr pjesë, të intimidohen nëpërmjet tyre. Unë kam parë kur kam shkuar në protestë që personat janë të friksuar. Ju e keni shumë parasysh kur është gjykata kushtetuese e Shqipërisë, çuditërisht aty janë vënë 4 kamera të mëdha që bëjnë detektimin jo vetëm të figurës, po të zërit, pra kanë mënyra të forta të detektimit. Dhe kur njerëzit janë aty përpiqen të shehin fytyrën e tyre, apo të rinë me kapelin. Kaq mjafton për të thënë ose për të provuar që po intimidohet. Unë kam frikën, po mendoj që nuk kam për t'ja arritur dot, për 2 arsye kryesore. 1, sepse në atë shesh janë njerëzit e lirë që marrin pjesë në këtë vend. Janë njerëz që nuk janë bërë të themi palë me korrupsionin apo nuk duan më të kenë si zgjidhje për të përfshirë në korrupsion që të vazhdojnë jetën tjetër të dytë tyre, po mbi të gjitha nuk shohin edhe narrativën e kryeministrit televizor, sepse ka ndryshuar. Kryeministri i vendit flet, transmetohet nga mediat të themi tradicionale. Po, ndërkohë që gjithë narrativa dhe gjithë diskutimet dhe gjithë protesta zhvillohen nëpër Facebook dhe aty bëhet aktivizmi. Pra, sigurisht që ka prova, por nuk besoj se ja kanë dalë dëm tani sepse i kanë ndjekur çdo ditë dhe çdo ditë shoh që numri i tyre arrihet dhe shtohet më shumë. Linda, ti ke shkruar në të parët për Artur Sheun dhe projektet sidomos më mbrapa për në Sazane, Zvërnec. Si nisi ky interes për këtë çështje dhe çfarë zbulove në fillim? Sepse ne dim që këta janë procese të cilat kanë filluar ndoshta që 2006 me procese gjyqësore në përgjykata. Ka qenë vetë qeveria shqiptare që ka qenë indicje për këtë shkrime. Nëse ju kujtohet, kryeministri Rama fliste për çështjen e tetërsimit të pronave, gjente halleçit asaj kohe dhe premtoi që do ta zgjidhte këtë çështje. Krijoi edhe një task force, e cila përfundoi vërtet me identifikimin e pronave, të cilat ishin përfituar nëpërmjet vendime gjyqësore të falsifikuara, dokumenteve të falsifikuara dhe fliti çuditërisht për gjithë bregun e Jugut, që ishte zona që ende nuk ishte zhvilluar, por që kishte kërkesa për ndërtim. Dhe ajo që përfitoi dhe njeriu që ishte në krye të kësaj task force,
kujtoj Alket Hysenit, edhe ai përfitoi toka më pas në Po deputeti Alket Hyseni, ja. Kështu nisën hetimet. Pastaj, përpos si identifikimi u nis iniciativa e qeverisë me miratimin e ligjeve të veçanta për ato që ne sot i quajmë investitor strategjik, për të cilën vazhdon të ketë ankesa, qeveria prezantoi si një ligj të shkurtër dhe përfitues ishin sërish njerëz dhe biznese të lidhura prapë me qeverinë. Asaj kohe, nëse do t'i kthehemi mbaj mend që nisën disa protesta dhe nisi gjithçka që Karaburunit, gadishullit të Shqipërisë, i doli pronare. Domethënë, këtu nisi gjithë historia. Nga ajo që ne kemi mësuar në shkollë, gadishulli ishte totalisht pronë shtetërore. Si mundet që të dilte me pronar tokë. Siç po del tani edhe Zherona, Laguna, të gjitha po dalin. Po, ai njëjti mekanizëm. Dhe mbaj mend, personi i parë që ne identifikuam ishte një Raimond Mozi. Dhe po kërkoja kush ishte Raimond Mozi. Raimond Mozi ishte varrëmisi i qytetit të Vlorës, i cili kur nuk ishte bërë asnjëherë aplikim në institucionet e kthimit për të rënë shkurt, për të rikthyer pronën. Ishte vetëm një njeri në hall të vet. Duke folur, duke pyetur dhe mësohi asa kohë që e gjithë kadastra e Vlorës ishte në drejtimin e një shtetësi të quajtur Pollum Petritaj dhe avokati i tij një Enkaz Dhima. Dhe pastaj filluan vetimet e prokurisë. Duke kontrolluar, dile që të gjitha rrugët të themi dhe të gjitha veprimet që bënin këta shtetas, apo dhe ajo që flitet të çonin tek një shtetas tjetër i quajtur Artusheu. Unë sigurisht që nuk e njihja. As për nga regjinë, unë regjinë Tirana, të pjesën e jugut nuk e kisha ide. Por që ishte një personazh që në vitet më të këqija që ka patur Shqipëria në 90-97, kishte një zë. Me historitë e veta, me përplasjet e veta, ndoshta si çdo pjesë tjetër që ka patur Shqipëria. Por çuditërisht të gjitha pronat përfundonin tek ky person. Sigurisht më pas se kemi edhe shifje që pronat ju merreshin o familjarëve apo pretendentëve, të cilët nuk kishin më akses në institucionet shqiptare. Po flasim, populli janë në dokumenta referohet që janë 290 familje në Zvërnet, të cilët ka një dokument të marrjes së aktit të pronës në dorëzi dhe nuk ju regjistroi prona atyre. Kanë në gjyqje që nga 93-shi. Ndërkohë, po ashtu dhe familje të tjera që kishin pretendime. Dhe kur shikoje proceset gjyqësore dhe të gjitha hallkat ku bëi fjalë për shtetasin shehu, të gjitha përfundonin si proceset gjyqësore, si vendimet, si gjithçka. Ndërkohë kishte edhe përplasje, në qoftë se për shembull, për herë të parë në vitin 2006, se vërtet ka nisur në 2006, pretendentët e familjes Shehu i çojnë kërkesë Agjencisë Komisionit të Kthimit të Pronave. Ky komision e ka refuzuar duke thënë që nuk ka dokumenta që vërtetojnë këtë gjë. Më pas prona e ndarë është njohur personave të caktuar që prapë kanë lidhje me të. Referuar për të ardhur në fund, ne ose një dëshmi që unë kam lexuar së fundmi ishte një shtetas nga Zvërneci ka planuar që ka marrë përsipër të marrë 1 milion metra katror sipërfaqe toke në Zvërnec, me kushtin që t'ia kthejë këtë zotit Shehur. Si shpërblim që një pjesë të saj, si shpërblim që Pollum Petritaj e kanë ndihmuar, këto janë dokumentat, e kanë ndihmuar për kthimin e pronës. Pra, dhe sipërfaqja me të cilën sot po bëhet zhvillimi, rezulton të paktën në 200 hektar, të jetë, dhe unë të them me dokumenta që unë kam parë, të sugjerojnë që pronar është zoti Shehu. Në fakt edhe gjatë publikimit të djeshëm mos gaboj, keni bërë një investigim të mirëfillt ku flisni për shitblerjen e kësaj pronës, ose këto kalkulimet e kalimeve të pronësisë, ndryshimeve, përfshirjen e personazheve të interesant, shitblerjen e pronës nga Redi Struga, çmimet që fillonin nga rreth 6 euro dhe më pas u shisin rreth 112 euro për metër,
Cili ishte roli i kompanisë registrues dhe biznesmenëve nga Katari për këtë transakcion? Çfarë lidhje kanë me këto blerjet në zona? Si kanë funksionuar? Ma bëjni përmbledhje të asaj se çfarë keni bërë dje në fakt. Atëherë, referuar dokumentave dhe letrave që unë kam parë është menduar mirë për të krijuar skemë. Kemi për mua dy veprime paralele. Kemi njerëz që veprojnë në terren, por dhe njerëz që bëjnë dokumenta që kërkojnë marrjen e lejes së ndërtimit. Registruga kam pyetur thjesht një inxhinier dhe çuditërisht rezulton të themi vitet e fundit me këtë vitën. Por dokumentat që unë kam parë e vendosin atë në aksion që në vitet 2020. Atëherë kur nuk flitej fare për projekt në Zvërnet. Deret e para, zoti Struga e ka bërë në këtë kohë dhe sigurisht që është lidhur dhe vepruar me shehun, por edhe me njerëzit që prezantojnë ose përfaqësojnë atë në Tiranë. Më pas krijohet kompania Zvërnet Adriatic Development, që vjen në emër të tij. Pastaj futen njerëz të paktën dokumentat tregojnë që njerëz nga kompania Kastrati Group. Kur unë kam bërë këtë shkrim, ju janë çuar pyetjet për të gjithë personat që po flas tani edhe për kompanitë, janë çuar pyetje në koment eksaktësisht përpara se të publikohej shkrimi. Dhe asnjëri nuk reagon. Pra, përfshirja e tyre, skema ka qenë kjo toka me të cilën ndër vite, si dhe ne tham, ka dhjetra procese gjyqësore që kontestojnë burimin e përfitimit të saj. Futet registruga, futen njerëz të kompanisë Kastrati Group, blihen me këtë çmimin fillestar dhe më pas shiten te Albanian Land Development. Dhe nga ajo që e dim ishte po prap registruga që e krijoi këtë kompani, e cila më pas i është shitur, dokumentat tregojnë që është shitur personave nga Katari. Ndërkohë, leja e zhvillimi që miraton qeveria shqiptare nuk ka lidhje fare të bëjë me Albanian Land Development. Është totalisht një kompani tjetër që zotrohej ose pronarët e saj të deklaruar janë një shtetas rus dhe një bullgar. Pra, ky mekanizmi i blerjes së kvotave, rritja e çmimit të pronës, ku përfundon te kompania që tashmë aksionerët janë përfituese ose aksionerët janë, është krejtësisht një narrativ tjetër që tregon kryeministri i vendit, që foli fillimisht për Kushnerin, ngridarkën me zonjën Trump, me Ivanka Trump, premtohet projekte me 4 miliard euro, që asnjë nuk e ka parë. Nga krahu tjetër del dhe thotë që ende nuk është bërë projekt, ndërkohë thotë po punojnë kompani të mëdha. Unë në fakt dokumentat tregojnë nga vlerësimi i ndikimit në mjedis që unë kam parë për të cilën është miratuar leja e zhvillimit, është një person tek që punon për atë. Vetëm një e ka firmosur. Kështu që unë mendoj që kryeministri në vend që të qeveria shqiptare, në vend që të zgjidhte një herë e mirë çështjen e pronësisë, apo dhe të përfshinte, duke qenë që jemi përballë kërkesës së investitorëve të fuqishëm, të bënte një biznes fair, të ndershëm, sepse dhe zhvillimi sigurisht nuk po futemi nga ana mjedisore, po dhe zhvillimi ka nevojë të mos përfundojnë në ndërtime të ashtu quajturave resorte turistike që Shqipëri sot janë gjë tjetër veç te vila, po ti referohemi herë në fundit njëra prej tyre për shembull prokuroria ka zbuluar që posedoi nga ai Belinda Balluku. Linda, po kush janë kompanitë dhe biznesmenët që po qëndrojnë pas këtij projekti zhvillimit në resortin e 2.5 milion metra katrorëve ose 250 hektarëve në Zvërnet? A janë realisht njerëzit ose biznesmenët nga Katari apo thjesht janë kamuflim këto personazh po i përdorin për këtë projektin e famshëm? Për të vazhduar më pas për personazhin e njohur Pollum Petridaj që juve pak e cituat në fakt. Kush janë kompanitë pas këtij projekti? Janë me të vërtet arabët, sepse edhe reagimi i familjes ose i biznesmenit, dhëndrit të presidentit Kushner tha që nuk është kompania jonë pas projektit në Zvërnet. Atëherë, edhe njerë, së më falë po gjej pak dokumentat që ju kërkuat. Ajo që unë mendoj realisht përfshirja e
Dhe nuk mund ta them këtë më liq 100% sepse pjesa më e madhe e kompanive, domethënë ne nuk dimë ende kush qëndron pas kompanive të deklaruara deri tani. Për shkakun sepse ato janë janë tamam. Të duhet një punë kërkimore me të cilët ne po punojmë. Por narrativës e përfshirjes së Kushnerit në Shqipëri, unë mendoj që kanë qenë dy arsyet kryesore. Vizitat e tyre në Shqipëri, një dhe më së shumti kësaj narrative e ka përforcuar vetë kryeministri i vendit. Këtë mendim personal i pa mbështetur në asnjë lloj dokumenti, por sugjerim, indicie, mund ta quash si të duash. Unë mendoj që kryeministri i vendit, Edi Rama, kishte nevojë për një akses në departamentin e shtetit. Dhe ka bërë gjithë sa ka mundur, qoftë me sharmin, apo me batutat, apo me karizmën e tij, për të gjetur një rrugë që t'ishte sa më afër familjes presidentit të Shteteve të Bashkuara. Në dokumentet që ne shohim, për post përshfaqjes edhe deklaratave të kryeministit Rama, nga ato që janë publike, ne shohim vetëm kompani shqiptare, njerëz shqiptar, si emrat që përmenda më sipër, dhe më pas dy kompani që në dukje, por prap jo duke shkuar tek të paktën mbi 25% të aksioneve. Të aksioneve, janë dy vëllezërit nga Katari. Po ne nuk dim kujt i është dhënë leja zhvillimit tash i është dhënë një kompania tjetër, s'ka leje ndërtimi, nuk ka transparenca zero. Ta narrativa e përfshirjes së familjes Kushner, në gjykimin tim është një narrativ që vetë kryeministri i interesonte ta përhapte. Sigurisht që së fundmi nuk e përmend më. Ju përmenda pak më herët që Albanian Land Development, sipas dokumentave të certifikatave të pronësisë dhe për këtë mbaj përgjegjësi të plot, ata zotrojnë të themi rreth 200 hektar të projektit për të cilën është thënë që është mbi 466 hektar. Pyetja e madhe shtrohet, kush e zotron këtë tokë tjetër? Sepse në fundit, nëse ti ke zotruar tokën, sigurisht që o do përfshihesh aksioner ose do përfshihesh ke një formë tënde të përfshirjes në aksioner. Në fakt, kur unë më herët kam raportuar duke patur parasysh, duke ju referuar vetëm dokumentave ku referohet dhënia lejes së zhvillimit apo dhe kompanisë e krijuar lidhur me Sazanin edhe projekte të tjera, ju kujtohet çështja e aeroportit të Vlorës. Kur aeroporti i Vlorës është shumë afër, ose më saktë është thënë që aeroporti i Vlorës do shërbejë edhe për turizmin, zhvillimin e turizmit në jug të vendit. Dhe aeroporti i Vlorës është shumë afër Zbërnecit. Dhe asaj kohe, sërish pas protesta nga ambientalistët kryesisht, dhe ne sot kemi akoma, sipas qeverisë shqiptare, aeroporti duhet ishte përfunduar në 2026, po 2026 apo përfundon edhe akoma aty nuk janë bërë as 5% ose një pjesë të përqindje, pa folur me përqindje, por fakti është që s'kan filluar akoma fluturime. Aso kohë, ishin pikërisht kompanitë që zotronin pronat në Zbërnec, të cilët paguan vlerësimin e ndikimit në mjedis. Vlerësimi i ndikimit në mjedis nuk është një raport që krijohet as brenda muajit, por nuk është një raport që nuk ka kosto. Pra, ti po thua s'ka kostën e një rrobe mujore. Vlerësimet e ndikimit në mjedis, minimalisht shkojnë mbi një kosto mbi 100.000 euro. Këto janë shpenzime, sepse studiuesit nuk punojnë. Atë kohë, si po lexoj, mua më rezultoni që prona përveç Artur Shehut, pronari më i madh përveç Arturit që kishte toka aty, me 240 hektar rezultonte të kishte Vasil Naçi me kompaninë Agna Shah. Sipërfaqe, po kaq sipërfaqe, kishte një kompani e quajtur Singapore Real Estate, e cila asë kohë zotroi nga biznesmeni Zamir Mane.
Po kështu, Gazmend Demi, një tjetër biznesmen, kishte 1.5 hektar tokë aty. Kjo është pjesa e nartës apo të pjesa e Kërnis ku është aeroporti? Jo, po flasim për Zvërnec. Atë Zvërnec e gjitha, okay. Akërnia ishte, nëse do flasim për, prandaj nuk e përmend aeroportin, Akërnia ishte tokë shtetërore. Po. Dhe ndaj kishte të lehtë. Po kishte persona të tjerë përveç këtyre që përmende te kjo Zvërnecit? Pastaj te Zvërnecit ishte edhe një shtetas, Denis Ali Ahmeti, dhe ky një shqiptar që asaj kohe u hapën hetimet, po pastaj parash pastaj u mbyllën. Dhe ishte edhe një kompani tjetër e cila kishte lidhje me vllajën e ish gjyqtarit Po Agron Malen. Po. Tani mbaj mend sepse kam ndjekur në fillimet e të historisë, një nga arsyet që gjyqtari u hoq nga sistemi i drejtësisë në procedurën e viktimit ishte pikërisht për kontaktet e tij me persona të papërshtatshëm me të cilën tonen. Tani këto janë, unë po rreshtoj fakte, nuk po rreshtoj sa unë di kush është tani. Unë nuk e di nëse janë këta njerëz mbrapa kësaj Zvërnecit. Po me sa duket nga emrat që përmene, përveç edhe rastit që është Shefqet Kastrati, i cili del më mbrapa me Musa Kastratin, të gjithë janë emra të njohur të pushtetit në fakt, të cilët kanë lidhje biznesi, lidhje njohjesh, koncesione, projekte, dhe në një farë mënyre Ramas i intereson kjo për shkak se janë gjithë të njerëz mrapa për atë fakt ndoshta edhe del edhe i mbron. Po strumbullari gjithë dokumentave, me sa e mend edhe unë që në kohën kur punoja në gazetarinë e Shqipërisë, ishte ky i famshëm Pollum Petrita, i cili u procedua disa herë për falsifikim, përdorim dokumentave të falsifikuar, tjetërsim pronave, e gjitha deri tani që rezulton që e ka përfshi edhe vajzën e tij në këtë projekt. Pra po themi që ky ka qenë një nga strumbullarët kryesor të gjithë këtyre pronave në Zvërnec. Atë rezulton që se mua dikush më tha që ky është larguar nga Shqipëria. Unë di që ne kemi çuar për të bërë shkrimin që folët, i kemi çuar pyetje për koment dhe ne nuk e kemi mundur të kemi një përgjigje, dhe unë nuk e di ku ndodhet, të them të vërtetën. Po për mua kjo histori nuk është çështje Pollum Petriti. Ideja që Pollum Petriti është identifiku, se unë e maj mend atë kohë që pa të bërë dhe shkrimin për deputetin e famshëm i cili është sot edhe avokat, që ushtron detyrën e avokatit. Edhe ai ka qenë në atë kohë. Pra ishin shumë emra në atë kohë të cilët dolën dhe u publikuan, dhe nuk besoj tani që një person i vetëm zotron gjithë ato 250 hektarët e tokëve dhe ka aq fuqi të madhe sa të lëviz gjithë qeverinë dhe të bëj ato kangjëllat e ato rrëthimin me telave me gjëmba e tjera. Nuk besoj që është vetëm një emër një Artur Shehu, sepse unë kujtoj edhe një histori tjetër që ke majt linda ti, që e ke shkruajtur në lidhje me shefin e kabinetit të kryeministrit. Po të përfshi për njëjtën problem çështjen e pronave. Po të njëjtën prona, po ajo ishte një histori e bukur që u krijua një fondacion, dhe vërtet e kjo ishte shumë histori e bukur sepse historia niste nga një të themi filantropisë që kishte dhënë gjithçka për Shqipërinë, dhe ajo çka donte që ai të bënte është të merrte pronat e gjyshit të tij, familjes së tij që ishin në ujë të ftohtë, dhe ta kthente në një shkollë për Shqipërinë. Pra të gjitha, ka dhe një libër, ka botuar dhe librat. Ndërkohë kur vjen këtu në Shqipëri, përballej me fakti që duhet të bënte, që të merrte atë tokë, prapë duhet të bënte deal me Pollum Petritin që përfaqësonte tokat e të cilët ku bën shkëmbimet prapë përfundonin tek Artur Shehu. Dhe ndërkohë, pjesë e këtij pasi zotëria Viq, bordi drejtues, avokat asaj kohe, paktën bordi drejtues që përbënte fondacionin Eftimjadi, dy prej të cilëve thanë që në mbledhje ka marrë pjesë dhe zoti Angel Agaçi, dhe dy të tjerë nuk e kujtonin. Por ama gjitha indicjet të çonin tek fakti që ky fondacioni këtu që përfshinte edhe mos harrojmë edhe ish generalin e Interpolit të Italisë, Fabrizio Licit, dëshmitë e tyre, paktën të kontaktuara nga ne, flisnin për prezencën dhe për lidhjet e këtyre. Por fakti është që u bë një shkëmbim prone dhe ai posedoi këtë pronë. Pra, familja Shehur.
Për të kthyer tek Pollum Petrite dhe po të kthehemi edhe çfarë thuaj në Vlorë dhe kadastrës të Vlorës. Për të shtu këtu te historia e kadastrës Vlorës është po themi një precedent, ndoshta i parë dëgjuar ndonjëherë që gati 7 apo 8 drejtorë të kadastrës Vlorës japin dorëheqje për shkak të këtyre problemeve me pronësi, edhe të Zvërnecit. Po të gjithë zonës kemi pasur në rekord që ka ndenjë një drejtor në 24 orë. Kjo gjë çoi dhe në shkrirjen e kadastrës. Ne kemi kadastrën të Vlorës. Ishte prapë transferuar në Tiranë vetëm për këtë problemet. Pra, unë nuk e shoh çështje të individit, as të çështjes të Artusheut, as të Pollum Petritit, as të avokatëve atyre, sepse kushdo është në një anë tjetër të garrit dhe në fundit ne nuk paguajmë taksa për asnjërin prej këtyre. Ne kemi zgjedhur të na qeverisë kryeministri i vendit, paguajmë taksat, të cilat janë më të larta, duke nisur që nga taksa mbi tatimin mbi fitimin, për atë pjesë të kategorisë që punon, jo atë kategorinë e njerëzve që punojnë në të zezë, dhe taksat e këtyre që ne paguajmë janë zero këmbim brapsh. Pra, çështja që ndrohet si u regjistruan, nuk është shumë e lehtë e vështirë për të kryer një hetim të plot dhe persona të shkojnë përpara. Pra ti mendon që nuk është vetëm një Pollum Petrita aty? Jo, absolutisht. Kryeministri i vendit unë besoj se janë institucionet e tij që e kanë ngritur tax forcën aty. Janë institucionet e shtetit shqiptar, nuk po flas për gjykatat. E dinte, ka informacione, sepse mban bulën e kryeministrit e informacione aty. Ku bëj fjalë për një projekt të tillë, më së paku duhet të pyeste. Më së paku duhet të edhe plus që shikom, kur ne bëjmë shkrime për media të rëndësishme ndonjëherë, problemi më i madh është për të vërtetuar a kishte dieni Rama, që unë duhet të provoj që kryeministri i vendit a kishte dieni që toka në Zvërnec kishte probleme pronësie. Dhe pse është një fakt i ditur botërisht, i ditur, i shkruar, si thatë ju, vetëm nga unë, por dhe nga kolegët e tjerë, por unë do i jepja si evident faktin e këtij raporti që mban firmën e ish deputetit Alket Hyseni në krye të task forces dhe ky dokument ka I është vënë në dieni e Ramës, e ka lexuar në një farë mënyrë. Kjo është e vërtetë, sepse ai raportonte direkt te kryeministri ajo task force e famshme. Pra, është në dieni absolute dhe nuk ka zgjedhur as të konfirmojë njerëzit, as të respektojë ligjet, dhe dalim pastaj tek çështja e mjedisit, nuk ka zgjedhur as të bëjë dëgjesa publike, as të sqarojë, por flet për 4 milion euro, fillimisht na ishte familja Kushner, më pas investitorët arab, çdo herë sa herë del na flet për ta njerëz dhe nuk jep një dokument ta vërtetojë këtë gjë. Linda, po familja ose biznesmeni i famshëm Shevqet Kastrati dhe djali i tij Musa Kastrati, çfarë historie kanë këtë mes, në këtë pranë në Zvërnec ku bëhet e gjithë kjo zhurmë? Atëherë, dokumentat që unë kisha mundësi për të lexuar tregonin se një punonjës i prezantuar si Kastrati Group ka shkuar dhe ka takuar një prej banorëve që posedonin një sasi të konsiderueshme prone aty. Ata kanë bërë marrëveshjen për shitjen e pronës në 2 milion euro. Tregojnë dokumentat e institucioneve ligjvatuese. Dhe disa garazhe, një apartament dhe pjesë e këmbimit të marrëveshjes së dillit ishte edhe një takim me zotin Musa Kastrati. E çuditshme kjo, po personi shprehet se e kishte kërkuar këtë takim në shenjë mirënjohëse dhe falënderimi. Ky takim, dokumentat sugjerojnë që nuk është kryer kurrë, nuk është kryer. Dhe përpos këtij fakti që evidentohet në shkrimin e kontratës, sipërfaqja e kontratës, vlera, shkëmbimi e të cilën në momentin kur në qoftë se do rikthehemi maj, zonja Ivanka Trump ishte në Shqipëri dhe u shpërndan fotot dhe momente nga takimi. Zoti Kastrati ishte aty. Në fakt kam siguruar një foto të qershorit të 2024-s, të cilën do ta publikojmë te Ma Shqip, e cila është Gerard Kushner, Auron Tare, është një prej starëve të familjes Rothschild,
dhe të cilët po i sajdisnin me këngë e valle popullore të zonës së jugut në një ambient i cili më shumë gjasa duket si jahtë, por që jam duke në verifikime sipër. Pra një farë mënyrë vizitat e tyre në Shqipëri ishin të shpeshta në fakt, që pas 2021 mos gabohem. Në këtë pjesë. Ndërkohë që te kjo fotoja në janarit, apo kur ishën në ngrënë darkë, ka ngrënë darkë prapë edhe në një hotel, ose në një restorant që është prapë pronë e Zotit Shehu. Aty janë, përveç Zotit Kastrati, aty janë dhe punojnës të tjerë të kompanisë Kastrati, që ne i njohim, sepse kanë qenë edhe në sektorin e medjas, për këtë arsye. Kështu që këto janë, të themi, zyrtarisht evidenca, për post fakti që unë dështoja, nga hetimet që ne kemi bërë, kemi zbuluar që kompania e parë me të cilën u zhvillua ju dha leja e ndërtimit, që ishim qua përmenda merret rusi, shtetasi rus dhe ai bulgar, që janë drejtor, përfaqësojnë prap, ata përfaqësonin 16 kompani në total, përfaqësonin prap si pronar përfitues, për shkakun pronar përfitues për publikun e gjërë është në momentin që ata janë në kompani Shell, kur regjistrohen ose ka shkëlqyer ato kompani Guaz, kur dikush është drejtor në një kompani, mund të regjistrohet si pronar përfitues të 20% për shkakun se tek ajo kompani aty ka nivel vendimarrje. Këta dy persona, rusi dhe shtetasi bulgar, përfaqësonin kompanitë e lidhura me Kastratin dhe kompanitë e lidhura me Klodan Alibeu. Këto janë faktet që tregojnë. Pra, si ka mundësi, pyetja që në një ditë të bukur, kur ende nuk flitej për leje ndërtimi, zhvillimi etj., je një rus edhe një bulgar, krijon një kompani këtu e cila kap në Amerika një leje ndërtimi dhe që përkon për një projekt me sipërfaqe dhe për një zonë që ligji shqiptar e ndalon në mënyrë kategorike të ndërtohet. Nga ato çfarë përëndit Linda, më dalin që të gjithë, po themi njerëzit që janë të afërm të kryeministrit apo të favorizuar që nga Gazdemi, Allajbeu, Hyseni, Kastrati, të gjithë këta po rezultojnë e zamirmane, po dalin që pjesë e pronës ose projektit famshëm në Zvërnec. Kështu që të gjithë këto në një farë mënyrë janë mbledh bashkë edhe i kanë nxjerrë dy emra siç ndodh zakonisht, një nga Bullgaria dhe një person tjetër dhe mbrapa tyre, duke qenë që janë në offshore, na rezultojnë që janë të gjithë këto oligarkët, po themi në farë mënyrë të Shqipërisë, të cilët kanë interesa dhe për këtë fakt ndoshta edhe Rama thotë që ky projekt do bëhet, sepse në një farë mënyrë është i shtyrë nga ata, se edhe unë prirem të besoj që nuk është vetëm një Artur Shehu që ka bërë lëvizje të gjithë këto mekanizëm shtetëror për ndryshu ligjin, për ta favorizuar, për mos ta vazhdu apo ndjek penalisht personat konkrete, etj. Pra, të gjithë këto duket që janë mrapa njerëz të fuqishëm. Po lidhja e Laudin Malajt juve përmendet pak më herët, lidhje me atë vendimin e famshëm që e kanë njoftë atë pronësinë, i cili u prish më pas gjykatë të lartë, pasuria e tij prej 1.7 milion euro, një gjyqtar me një rrogë gjyqtarit bëhet aq, apo biznesmeni tjetër Bujar Nasufi, të gjithë këta na rezultojnë edhe këta në projektin e Sazanit. Po a kanë në lidhje në një farë mënyrë edhe këta personazh me atë projektin që po bëhet në Sazan apo Zvërnecin e lëm veçmas, apo është vazhdimsi i projektit që po diskutohet? Shikom, për të vazhduar dhe çikës e analizës që thatë ju në lidhje me sa dalin nga pronësia e dokumentave aty, në zhvillimet e fundit, se kemi dhe hetimet e prokurisë së posaçme, mua më ngjan që zoti Shehu është viktima e këtyre mekanizmave. Sepse po ja them edhe një herë, të gjithë po flasin për gjysmën e sipërfaqes së projektit. Askush nuk po flet për pjesën tjetër. Pyetja është, si ka mundësi? Pronësia në Zvërnec, po të referohemi pretendimeve të banorëve të zonës, duke hequr më një anë. Dhe një që mund të mos ketë dokumenta, apo vërtet ndokush që mund të jetë banor i zonës aty, sa unë kam menduar, kuptuar, apo kam dëgjuar shumë pak, s'ka familje, të cilët themi të belerët, janë belerët e Vlorës në ato, që kishim saraje, po të themi,
po çuditërisht nuk flet askush për 200 hektarshin tjetër. Dhe ndërkohë dhe këta të tjerët pronën e kanë përfituar po me të njëjtat skema që ne po flasim për zotin Sheu edhe për Alodinin, sepse Alodinin ish gjyqtari në këtë formë e ka marrë. Unë mendoj që Zvërneci dhe Sazani të duket sikur kanë lidhje, por në fakt Sazani u shfrytëzua nga qeveria vetëm thjesht për të bërë një reklamim, sepse të gjitha palët ishin të interesuara për Zvërnecin. Qoftë edhe për uljen e kostos. Dhe nëse ne do besojmë, si nisim me indicjes që aty përfituesin edhe ndërtues do jenë kompani shqiptare, sigurisht që nuk mund të marrin përsipër ndërtimin e një resorti në një zonë kaq të vështirë sa që mund të jetë zona e Sazanit. Dhe mësot nuk flitet më për Sazanin. Të gjithë janë fokusuar të Zvërneci në fakt. Po duke qenë që përmendëm gjithë këto emra, Linda, unë mendoj që këtu është një projekt i madh i cili është e vështirë për të ndaluar dhe si duket Artur Sheu që nga thjesht si një ushtar i fushës së shahut i cili përdoret thjesht për të identifikuar, ndërkohë punët e tjera nga mbrapa na dalin plot projekte e persona të tjerë. Po a thua do të vazhdoj ky veprimtaria po themi e qeverisë për ta vazhduar këtë projekt apo mendon që do ta ndërpres? Dhe sipas qeverisë ose raportimeve të fundit, qeveria shqiptare i ka dhënë statusin investitori strategjik kompanisë së lidhur Jared Kushnerit, dhëndrit të presidentit Trump. Pra, dhe çfarë përfitimesh, a mund të sjellë një përfitim kjo për Shqipërinë përveç se të privatizohet në një farë mënyre për 90 vjet apo nuk e di se për sa kohë do japin si koncesion. Sepse historia e Zvërnecit nuk mendoj edhe unë jam në mendimin bashkë me ty që nuk mendoj që është thjesht një lojë e dy individëve Artur Sheut apo e dikujt tjetër, por ajo është që mund të jetë në lojë të gjithë këto projekte të tjera ose këto emra të tjerë të cilët ne i përmendëm pak a shumë. Po, shpak qeveria shqiptare ka dhënë statusin e investitorit strategjik kompanisë lidhur me Kushnerin apo dhe për çështjen e Zvërnecit. Por procedurat kanë stoppuar. Po dhe Ministria e Ekonomisë nga verifikimet që kanë bërë ka dhënë një propozuar vënien në dispozicion të rreth 90% territorit të Ishullit Sazani po kompanisë së Kushnerit. Pra në një farë mënyre është krijuar një kompani e dytë, ndoshta referuar digitalisë, që bën pjesë aksionet shtetit shqiptar në këtë projekt, përfshin Sazanin dhe ndërkohë pala tjetër me përsipër investimin. Por nuk flitet më. Pra, ka një vendim prapë të presidentit të Republikës, sepse Sazani ka qenë zonë në regjistrin e pronave të administruara nga të Ministrisë së Mbrojtjeve dhe i ka kaluar Ministrisë së Ekonomisë. Por nuk flitet më për këtë projekt. Ajo që është folur tash dhe mbetemi te narrativa, Kushneri ka kërkuar ose propozimi që lidhet me familjen Kushner ose lidhet me Sazanin. Por qëllimisht është përfshirë, mendoj unë, edhe me Zvërnecin. Pra, ne nuk dim se ky 4 milion euro që kryeministri flet, asnjëherë s'ka qenë i qartë. Se po është 4 milion që për Sazanin apo Zvërnecin. Në të gjitha, unë e kam dikur kohët e fundit kryeministrin si asnjëherë tjetër në jetën time, për shkakun sepse duhet kuptoja çfarë fliste dhe çfarë ndodhte. Dhe realisht përveç atij narrativës që i fliste atyre njerëzve aty që vetëm i bindeshin për publikun ai nuk ka folur, nuk ka dhënë. Kam çuar me 10 shkreta, me 10 pyetje institucioneve të qeverisë shqiptare. Së fundmi, ajo që ka mundur të siguroj është vetëm fakti që Albanian Land Development posedon rreth 200 hektar nga zona e projektit. Dhe kryeministri thotë që s'kemi ende projekt. Pra, po jepja këtë parashtrim që nuk di se si me asnjë indicje për të thënë çfarë do vendosi qeveria shqiptare. Kryeministri vazhdon të insistojë që projekti do zhvillohet. Dhe ndërkohë kemi protesta që çdo ditë më shumë shtohen. Në fakt jo vetëm protesta, por tash ka hyrë në lojë edhe prokuroria e posaçme Spaku, e cila
a ka element që mund të justifikojnë një hetim penal për mënyrën se janë trajtuar gjithë pronat, sepse ne e dim shumë mirë që disa nga këto çështje janë hetuar, gjykuar dhe normalisht nuk mund të hetohen 2 herë për të njëjtën akuzë. Dhe me sa kam marrë vesh, ata po hetojnë për pastrim parash në fakt, sepse është edhe çështja e kompetencës lëndore që i takon. Po procedura dhe vendimare që lidhe me këto projekte, a mendon që do të ketë një pezullim apo një veprim konkret nga Spaku? Sepse të jemi sinqertë, Linda, unë kam rezervat e mia për Spakun, në veçanti për Dumanin që për historinë e Shkodrës nuk u kujtua asnjëherë, Rojli që po vazhdonte për disa ditësh me javë të tëra protesta, përplasje me policinë private etj. Dhe befasisht për zvërnecin u zgjuan dhe filluan veprime, sekuestrime telefonash, kontrolle, administrim dosjesh, kërkesash. A presim diçka konkrete me të vërtet nga Spaku apo thjesht po bën pjesë e kësaj gjithë zhurmës, po themi që hajde fakti që u ngritën studentët ose protestat e njerëzve të thjesht të vazhdojmë të marrim ato feedbackun ose atë reklamën e famshme që ja na u zgjuar përsëri heroi i fëmijëve të ambasadorit Yori Kim, imagjinar gjithmonë. Unë mendoj se çështjen mund ta shohim nga të duam ne. Në angull. Ajo që mua sepse janë në gjitha këndvështrimet mund ta shohim se ka disa lloj këndvështrime. Por ajo që mua më shqetëson për shembull është një vëmendje shumë e shtuar ndaj prokurisë së posaçme. Apo qoftë dhe shpresa që njerëzit kanë tek prokuria e posaçme. Se po përpiqem të hap një dokument për të cilën për të referuar pikërisht asaj që ne do duhet po flasim tani për akuzat. Sigurisht që në këtë, të themi, në këtë katrahur që është përfunduar Shqipëria, për të cilët shqiptarët dalin dhe po protestojnë sot, të mbash gjithë shpresën tek një trup e vetme, që në fundit në mos gaboj janë vetëm 11 prokurorë, po nuk, që deri tani kanë treguar që kanë arritur të prekin njerëz në shumë pushtet në Shqipëri, realisht. Dhe nuk do përmendja as Ilir Metën dhe as Sali Berishën, sepse ata ishin në fundin të karrierës së tyre. Por njerëz me pushtet, konsideroj kryetarin e Bashkisë së Tiranës, gjithë rrjeti që kishin përfshirë, ata shkonin deri aty sa kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë intimidonte dëshmitarët e prokurisë. Po them hetimet e kryera për zonjën Balluku. Them hetimet e kryera për Akshin. Merret peng një biznesmen, sado që ky biznesmeni këtu sërish ishte përfituesi Akshi. Dhe ose drejtorët që ju thana, ose hapjen e hetimeve për një grup shumë grupe strukturuar kriminale apo dhe njerëz me politikën. Pra, çështja për të rikthyer te Zverneci, për mua, nëse ka një hetim që duhet kryer, duhet nisur nga nisja e qeverisë shqiptare. Megjithatë, dokumentat që unë kam parë, më lejo të them, po referohem që ta citoj tamam, dokumentat me të cilën unë kam parë, se kam shkuar te diku edhe të kërkoj ndjes. Është bërë regjistrimi, është bërë regjistrimi i procedimit penal për 3 akuza. Dhe po, sa unë kam mbajtur shënim, po e lexoj. Pastrim i produkteve të veprës kriminale, ose veprimtarisë kriminale, grupi strukturuar kriminal, dhe kryerja e veprimeve penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Po, sepse pastrimi nuk e mba si institucion, kështu që kryerja e grupit kriminal është kjo organizata. Po, dhe po të shohësh, u mor një vendim për të kuptuar dhe rrjedhën. Pra, në qoftë se ne do referohemi faktit që këta shtetas janë pajisur me dokumenta nga institucionet, nga arkiva, dokumentat janë lëshuar nga kadastra e Shqipërisë. Të gjitha kanë dokumenta pronësie. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me një veprimtari kriminale, sepse janë të certifikuar, gjithkush është i legjitimuar në kërkesën e vet, po nga Krauditës ka dhe punë prokuria.
në këtë histori, sepse hetimet janë kryer dhe tjerë. Duhet të bëhej një akt për të cilën nuk di të them, që ka legjitimuar nisjen e këtij procedimi. Janë transfertat e parave, janë Kam përshtypjen, për shkak ligjërisht i bie që transferat e parave janë të ardhurat ose që kanë fituar mbi bazën e pronës të falsifikuar. Pra, pastrimi i parash koincidon me faktin që ti po i shfrytëzon parat të ardhur nga një vepër tjetër penale. Në fakt është vepra penale e falsifikimit që janë dënuar disa një pjesë të caktuar e këtyre njerëzve, përvetësimit e kësaj pronës dhe tani shitjen e kësaj pronës duke përfituar shumë të caktuar me miliona dollar në fakt. Po, problemi është faktin ka çështja në hetim. Është Middlemeli që e ka shitur te Albania. Domethënë ne dim për siguri tani që prona është tek Albania Land Development. Në qoftë se unë kam shitur brenda tregut një gjë tek ty dhe ti e shet 24 herë më shumë tek tjetri, kush e ka kryer veprën penale, unë apo ti? Varet si është përfitu prona. Po, përfitimin ai e ka. Pra, në qoftë se do nisim edhe një herë, nuk e di. Për të thënë është vërtet shumë e komplikuar dhe për të nisur. Për mua ky hetim ndoshta mund të nuk ishte fare nevoja të përfshihej prokuria e posaçme. Prokuria e Vlorës dhe Tirit mund të kishin nisur një hetim, qoftë duke nisur me dënimin, qoftë me leja zhvillimore që ne kemi parë, nuk flet për rrethimin e tela me qëmba, nuk flet për futjen e traktorëve aty brenda që të dëmtojnë mjedisin, dhe dëmtimi i mjedisit është një vepër penale. Por, duke parë narrativën e gjithë qeverisë, institucioneve, unë mendoj që askush nuk e ka guxuar. Ndoshta për shpërdorim detyre mund ngrihet një akuzë, por mund të nisë hetimi nga prokuria e Vlorës. Ndoshta është edhe çështja e besueshmërisë që për të krijuar në opinionin publik, ato imazhin e besueshmërisë më të madhe që ka Spaku, për shkak se prokuria e Vlorës dihet mos se çfarë derexhe ka përfunduar, sepse unë më mend ka pas prokuror pafundësisht që janë marrë me këtë çështjen e pronave në Zvërnet, që në kohën e krimeve të rënda apo edhe në prokurinë e Vlorës. Ka pas prokurorë që të cilët janë vendosur i është hedhur makina në erë pikërisht për këtyre hetimeve. Por nuk po analizojmë të keqen, krimin organizuar dhe prokurorët kanë bërë të dyrë. Për mua problemi qëndron që vjen tani nga piramida dhe ai që po insiston në vend që të ulet, të diskutojë, të bëjë një grup task force, të verifikojë të gjithë këtë. Të komunikojë e takoj, besoj se ju e keni parë, takoj banorët e Zvërnetit, po i trajtoj ata si kur t'ishin mëkesa kulakët e kohës së komunizmit. Nuk në dati drejtën e fjalës, dy prej personazheve aty unë i kam njohur ndër vite sepse kam folur me ta. E di se sa shkojnë, shumica prej tyre shkojnë punojnë në Greqi për të siguruar, e kam dëtuar të punë me djersën e ballit, si të. Sepse këtu asnjë lloj vendi. Dhe kryeministri i trajtoi si kulakët e kohës së Enverit. Pra, unë çfarëdo lloj gjëje nuk dua fare të merrem me hetimet e Spakut, sepse shoh keqje më të madhe këtë presionin politik dhe këtë vendimarrjen politike. A mendon se do të ketë një drejtim të duhur nga vetë Spaku që mund të, po themi, të pezulloj të gjithë këto veprimtarinë që në një farë mënyrë edhe njerëzit që dalin protesta të ndjen të kënaqur për faktin që dikush veproi apo thjesht tani protesta kanë ndryshuar dhe të gjithë po kërkojnë dorëheqjen e qeverisë, jo mo zbardhjen e çështjes apo transparencën e saj. Juridikisht maksime kaq sa njoh ligjin, maksimumi që mund të shkojnë hetimet e prokurisë së posaçme është jo bllokimin e projektit, se kemi kryeministri i vendit thos ka ende projekt, po mund të shkojnë në sekuestrimin e pronave. Por unë mendoj që tashmë nuk është çështje dite më projekti i Zvërnetit. Kjo është çështje dite për ambientalistët që e kuptojnë çfarë dëmi po shkaktohet, për ne gazetarët që shohim gjithmonë që sa më shumë gërmojmë dhe hetojmë, aq më shumë gjëra të bëra keq, të bëra keq vendimar dhe njerëz të përfshirë, ndërsa njerëzit që janë në shesh nuk besoj se protestojnë më për çështjet mjedisore. Protestojnë për ikjen e kësaj qeverie. Linda, me gjithë e pam sot që Spaku veproi dhe sidomos tek shumë ndërtues të Tiranës dhe jo vetëm, ndërtues investitor strategjik që kanë marrë tituj apo personazh të njohur me personazh të politikës, të dy krave politik,
Por ajo që më bëri përshtypje është ndërhyrja e spakut për Artur Shehun. Ju lëshuan një urdhë arresti. Çfarë informacionesh mund të ndash me ne, Linda? Atyre nga sa unë po lexoj në fakt, sepse nëse duket të gjitha zhvillimet janë kryer gjatë ditës së sotme, paradite ku janë lëshuar urdhra arrestat për një, jo vetëm për zotin Qeu, por edhe për një sër biznesmenësh në Shqipëri, janë vendosur në sekuestro që themi sasi të shumta parash dhe llogari bankare. Në fakt, ne që po vazhdoj duke lexoj nuk jam në gjendje të them se sa është sasia, por janë një sasi e konsiderueshme, po ashtu janë vendosur në sekuestrim dhe janë miratuar nga gjykata, se këtë duhet të themi, që kemi një miratim të gjykatës së posaçme për vendosjen e sekuestrës dhe të pasurive që përfshin garazhe, garazhe është pjesa më e vogël në fakt, por që përfshin kompani ndërtimi, që përfshin ndërtime, që përfshin në zona të ndryshme të vendit, duke nisur jo vetëm në Tiranë, por dhe në jug të vendit dhe në ato që ne deri tani fal vendimeve të qeverisë kemi konsideruar si investitor strategjik, dhe ndërmjet tyre është në fakt edhe zoti Artur Sheu, për të cilën ne kemi folur dhe më herët, edhe është dhe pjesa e misionit tuaj. Nga sa unë munda të lexoj, në fakt, se në lajmet që qarkulluan në mëngjes, të themi nga media, të krijoi ideja që vendosja ose lëshimi i urdhër arrestit ndërkombëtar, besoj, sepse të paktën qoftë dhe nga dalja e zotit Artur Sheu para ca ditësh në emisionin Opinion, nuk është shtetas shqiptar ose nuk vjen dot në Shqipëri për shkak shtetas amerikan, por nuk ka të drejtë të hyjë brenda territorit shqiptar. Në Evropë ka udhëtuar, në Spanjë, në Francë, në Gjermani, në vende ndryshme. Ky është kriteri të marrjes të statusit të azilantit politik, pra duhet të ketë një urdhër ndërkombëtar për arrestin e tij dhe në fakt sa unë munda të lexoja, lëshimi i këtij urdhri arrestit nuk kishte të bënte me çështjen shumë të përfolur aktualisht në Shqipëri atë të ndërtimit të projektit të resortit turistik në Fernet, por kishte të bënte me vërtetimin dhe përfshirjen e tij në aktivitetin kriminal të trafikut të drogës që përket nga vendet e Amerikës Latine dhe në Shqipëri. Pra është urdhër arresti për trafik të drogës, jo për pastrim parave? Akuzat janë ngritur dhe për pastrim parash, por dokumentat që unë mund të lexoj përfshinin implikimin e tij dhe përfshirjen e tij në trafikun e drogës nga vendet e Amerikës Latine në atë të Europës. Dosja ose më saktë vendimi i gjykatës së posaçme jep edhe episode të përfshirjes së zotit Sheu dhe personave të tjerë në rrjetin e trafikimit ndërkombëtar të kokainës, lëndëve narkotike, po ashtu janë personazhet dhe argumentat apo edhe provat e siguruara dhe dëshmitë e siguruara nga prokuria e posaçme në lidhje me implementimin e tyre, por ajo që është nuk ka lidhje, me sa unë mund të lexoj, nuk ka lidhje me projektin e Bërnecit, por ndërkohë është fakti që personat e inkriminuar janë të përfshirë në këtë projekt dhe ajo që nga sa unë mund të ndaj dhe sa unë arrita të lexoj, të themi me një sy vertikal të vendimit, është dosja më signifikative, të themi me atë çfarë po ndodh në Shqipëri. Kompanitë e përfshira aty po në fakt të pyesja unë nga emrat që kanë dalë, Linda, janë ndërtues të rëndësishëm në Tiranë, si në krah dhe financues të partive demokratike apo Partisë Socialiste, pra personazh të njohur të ndërtimit në Tiranë, që realisht të gjithë dinim që këto personazh nuk kanë pas të ardhurat mjaftueshme për të bërë gjithë këtë biznes që kanë bërë, por shqyqyr që spaku u kujtua edhe pas 4 vitesh nga marrja e materialeve të SKECC-s. Po ndonjëherë është më mirë vonë se kurrë. Shikom, dhe njerë me sa unë lexova aty materialet e SKECC-s ishin më shumë ndihmëse, por në qoftë se ka një pikpyetje më të madhe këtu në këtë vend, është pikpyetja e institucioneve lidhëse dhe Agjencisë së Zhvillimit të Territorit të vendit, në krye të cilit është sërish kryeministri i vendit. Në qoftë se unë jam marrë gjatë me leje të ndërtimit, ne kemi hetuar dhe kemi parë rast pas rastit. Por një nga kriteret kryesore, të themi, kur Agencia e Zhvillimit të Territorit duhet të miratojë leje ndërtimi edhe për një objekt të thjeshtë, jo më për kulla.
këtu po flasim që janë vendosur në sekuestro kompani të cilat janë pothuajse ndërtuesit më të mëdhenj të ndërteve në Tiranë dhe në mbar vendin. Kriteri kryesor të miratimit të një leje, kompanitë duhet të verifikojnë mundësitë e tyre financiare për ndërtimin. Ky hetim i prokurorisë, të lënë të gjitha të tjerat në një anë, qoftë edhe trafikun e tërkut, tregon më shumti paftësinë e institucioneve shtetërore, duke nisur që nga Bashkia e Tiranës deri tek institucionet që e drejton kryeministri i vendit, që kanë miratuar këto leje ndërtimi, dhe është edhe shpjegimi pse çmimi i metra katror në Shqipëri dhe lejes dhe ndërtimeve në Tiranë është kaq i lartë. Pra, unë nuk do e fokusoja vëmendjen tek përfshirja e këtyre individëve dhe vërtetimi i përfshirjes së këtyre individëve në aktivitet kriminale të trafikut të drogës, sesa është një dokument ose është një provë ulëritëse me të cilat institucionet, Agjencia e Zhvillimit të Territorit ka dhënë leje për këto kompani. Pra, nuk e di, është realisht flamur ku po e lexoja dhe ku po shpjegoheshin lejet e ndërtimeve dhe të thëna gjithçka aty, ti kupton pse është e padurueshme jeta në Tiranë. Kemi këtë lloj ndërtimesh, pse nuk ka dhe një trotuar dhe askush, të gjithë janë të marrpeng. Por ai që është marrpeng dhe që ata që kanë shkelur ligjet më së pari nuk janë njerëzit e përfshirë në aktivitet kriminal. Se dihet që krimi ka punën edhe, por janë institucionet shtetërore që kanë miratuar lejet e tyre. Unë kështu mendoj edhe unë Linda në fakt që qoftë drejtoria e pastrimit të parave, qoftë sektoret antikorrupsionit, qoftë policia e shtetit, qoftë edhe prokuroria kanë dështuar, dhe ky vendim ose ky urdhë arresti tregon se si kanë dështuar gjithë këto vite, gjithë këto institucione për të evidentuar dhe përballë para drejtësisë të personazhe të cilët kanë bërë investime të stratosferë që asnjë familje normale në Shqipëri me të ardhurë normale nuk ka mundësi të blejë te këto ndërtimet të cilat qeveria i ka toleru në fakt dhe të nisem me mesazhin e Ramës është që kështu është ndërtuar edhe Amerika, pse mos ta bëjmë edhe ne njëjtën gjë. Pra, në një farë mënyrë mendoj që nuk është vetëm fenomen, por është edhe një farë udhëzimi politik i partisë në pushtet për të lejuar të ndodhin një gjë të tillë këto 13 vitet e fundit. Ne nuk kemi prova për të thënë që partia në pushtet i ka toleruar, por fakti që mori iniciativën për të bërë amnisti fiskale, kjo është një provë më konkrete e cila nuk do në shkencë me zbulu në fakt. Iniciativa për të bërë amnistin fiskale të parave të cilët nuk e di nga e ke origjinën, tregon që ti ke qenë i gatshëm ta miratosh, po themi, dhe të lejosh një investim të tillë. Apo dhe kanabizimi i vendit nuk është ka qenë me urdhër politik, por favorizimi, lejimi i kësaj që të funksionoj, tregon që ka pas një farë qëllimi, po themi, mbyllje sysh dhe urdhër nga kur dolen edhe bodyguardët e ministrit të brendshëm ishin ndërtues ose po themi kishin bërë parcelat e tyre. Pra, në farë mënyrë nuk e di cila është, sepse nuk mendoj që është budalla Rama ti çë mesazh apo të lejë gjurmë ti thotë lejoni kanabizimin e vendit apo lejoj trafikantët drogës të vinë të investojnë. Ai ndoshta në bisedat private mes tyre dhe mund të kanë diskutuar, por këto nuk mendoj që mund ta provojmë deri kaq katërcipërisht, se pastaj i bie të mbajë përgjegjësi penale. Jo, unë them edhe kjo dosja që është tu, të paktën punojësit e AZT-s, të drejtorisë së pastrimit të parave dhe të gjitha institucionet inspektuese gjykoj që duhet mbajë një përgjegjësi penale, sepse ata kanë certifikuar dhe kanë dhënë leje të ndërtimit. Për herë të parë, besoj se ju e keni lexuar edhe ka 10 raporte, të paktën në 5 ose 10 vjeçare në fundit, dhe raportet vinë duke bërë sa më shumë më kritike, që thuhet sektori i ndërtimit është burimi kryesor i injektimit të parave të fisa në Shqipëri, dhe është sektori kryesor me të cilët bëhet dhe pastrimi i parave, por edhe përfituesit që janë gjithmonë njerëz të lidhur me pushtetin. Kjo dosje këtu tregon pikërisht, nëse ne deri tani kishim raporte, kishim analiza të themi të ekspertëve që bënin llogaritë e hyrjeve, fluksit e hyrjeve dhe të ndaljeve, të paktën edhe llogaritë e sektorit të punës në Shqipëri, dhe gjithë ky masivitet, kjo është dosja e parë që ne shohim që vërteton pikërisht këtë që sektori i ndërtimit në Shqipëri
burimi kryesor i të ardhurave janë trafiku i lëndëve narkotike dhe në harkun kohor të shpjegimit aty është një përfshirje e individëve, janë një sër, ndoshta për publikun tuaj, tash për shkakun e kohës shumë të shkurtër, me emrat nuk po ndalemi. Do të bëjmë diçka në javët në vazhdim për gjithë detajet e kësaj historie. Ndoshta kjo ishte më mirë që t'i jepnim kohë palëve edhe ne për ta lexuar tamam, por që është treguesi i përfshirjes, pastrimi, siç të thash, që paratë e drogës të përfituara nga eksponent shumë të rëndësishëm në nivelin ose në marketin e trafikut të drogës në ndërkombëtar. Këtu ne kemi biznesmen, marrin lejen të ndërtimit, dhe ndërkohë asnjë hallk ligjore nuk kontrollohet nga institucionet statutare. Nuk ka funksionuar dhe mbi të gjitha tash është përgjigja kryesore pse ne kemi këtë nivel ndërtimi në Shqipëri dhe pse kemi këto çmime. E fundi që ndoshta më lejon të ta them është unë shpresoj që ky vendim i prokurisë së posaçme do të ketë një efekt pozitiv që njerëzit që punojnë dëshmërisht në këtë vend, që punojnë me djersën e tyre të arrijnë të marrin një apartament për jetën, për të rinjt që janë në Shqipëri, edhe është arsyeja pse po protestohet në Tiranë, protesta sot do vazhdojë. Dhe unë mendoj që ky vendimi i sotshëm është edhe një arsye më shumë që protestat vazhdojnë, që kjo qeveri ka lejuar të ndodhen gjithë këto se çfarë po bëhen. Lidita, faleminderit për kohën dhe për shpjegimet e detajuar. Në fakt për historitë dhe dosjet e tokave, ne mund të flasim pafundësisht bashkë për shkak se aq sa i njeh ti që edhe në gjumë me të zgju dikush Linda, si është kjo histori e kësaj panës ti do të thosh ta rendisësh, por çdo gjë kemi një limit, kështu që të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit ty dhe suksese në punën. Besoj në takimet e tjera shihemi prapë. Faleminderit. Rrofsh Linda. Miq, pasi shtjellua me detaje historinë e Sazanit, pronave në Zvërnec dhe projekteve që kanë trazuar Shqipërinë, së bashku me kolegën Lindita Qela, drejtuese e medias shteg.org, tashmë do të vazhdojmë të flasim për protestën me Gent Prognin, i cili është një ndër organizatorët kryesorë të kësaj proteste të bukur që ka zgjuar ndjenjen e reagimit qytetar në Shqipëri. Për të gjithë ju që nuk e njihni, Genti është me profesion inxhinier elektronik, ka një kompani IT dhe është një zë kritik në rrjetet sociale e jo vetëm, ku prej vitesh ka denoncuar skandalin e Akshit, çështje për cilën më pas u arrestuan edhe shumë persona. Por këto denoncime kanë pasur edhe kostën e tyre për Gentin dhe familjen e tij, pasi nuk kanë munguar kërcënimet dhe presionet në adresë të tij. Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive, ai nuk ka hequr dorë dhe vazhdon edhe sot të jetë një nga organizatorët e kësaj proteste qytetare në Shqipëri. Genti, faleminderit që gjete kohën për ma shqip. Faleminderit për ftesën, më duhet bëj vetëm një saktësim. Ne nuk kemi organizatorët e protestës, ne jemi kamarirët e protestës, edhe jemi aty për mbarvajtjen e protestës, edhe për të punuar interneti, edhe zëri i boksave. Unë e di modestin tënde, po më pëlqen. Më pëlqen sepse edhe ato kanë shumë rëndësi, ato që thu ti, jo fonia, jo bokset, duke qenë që përmene fonin. Ore, kush po i paguan fonin, sepse të kanë akuzuar në rrjetet sociale, sikur jo po paguan Xhen, Berisha, jo personat e tjerë. Si po ja dilni me fonin, se të them drejtën nuk është kosto e lehtë, e lirë edhe. Shiko, se çfarë mblodha, ja ku i kam këtu 50, 100 euro, 120 euro, 100, 200, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 390 edhe 120 euro. Por nia kushton pak më shumë se kaq, pra po i mbledhim me 10.000 lek, me 5.000 lek, kemi kërkesa pafundësisht, ta them sinqerisht, për të na ndihmuar financiarisht, po duam ta mbajmë te ky niveli i popullit që paguan që paguan vetëm me shifra të vogla, pra nuk kena asnjë sponsor, po të ishte Xhen Berisha që sponsorizon, më beso do kishim fonin më të bukur në botë, edhe do dëgjoj idejet e shtëpia e Edi Ramës Surrel, po paguajnë njerëz të thjeshtë, të rinj, studenta, biznesmen të shtresës së ulët dhe të mesme, pra bizneset vogla, të gjithë vullnetar, po sillin, kemi gjetur një arsye që mos marrim lek,
kemi gjetur edhe një metodë tjetër që na sillin ujë dhe molto aty në protestë, sepse vapa bën punën e tij, njerëzit mërziten jo, po lodhen nga vapa, edhe jemi munduar benzinën po ashtu na e sillen me bidona, kështu që nuk është se kemi sponsor. A ka sponsorat të tjerë që mundohen me kaps protestën apo me tregu që kanë atë fuqinë që të komandojnë protestën, këto nuk i ndalojmë dot. Realisht ka parti të vogla që duan të ndërhyjnë, ka parti të vogla që duhet marrin autorsinë, por mos harrojmë që kjo protestë është për Shqipërinë dhe për shqiptarët dhe nuk është protestë individuale e një grupimi. Pra aty kemi të gjitha rrymat. Kemi rrymat që kanë dëshirën e flamingove, kemi rrymat që kanë dëshirën e zjarrit, rrymat që kanë dëshirën e ujit, rrymat që kanë dëshirën e arit, po e them si metafor. Ka rryma që janë politike, ka rryma që duan followers, pra dalin për protagonizëm, ka rryma që duan të marrin nesër fonde, ka rryma që duan të vënë edhe gjoba. Ta themi edhe këtë, pra ka njerëz aty që duan ta marrin mikrofonin për të vënë edhe gjobë, për të treguar që shiko, ta përmend emrin. Pra ka nga të gjitha këto. Aty ka një grupim të rish që po rrin te fonia për siguri, se më them në shpirt që aty vinë shumë pianec që të marrin mikrofonin. Pra kemi edhe nga këto. Vinë shumë njerëz që kanë probleme mendore. Vinë shumë njerëz që kanë edhe dëshirën për të bërë dhunë, pra vinë edhe për dhunë aty. Provokuar. Për të provokuar, pra janë të gjitha këto, dhe aty janë sa çunat e ri, shokë të mi, dhe jo, vullnetar pa asnjë pagesë, janë edhe për sigurinë time personale, sepse po marr kërcënime, që po rrim aty vetëm për të mbajtur siguri dhe mbarvajtjen e protestës. Tani, më vjen shumë keq që një media si Jeta është shef hedh një video komplet të gabuar të një personi që realisht e them duhet kishte bërë këto 35 vite protestën e tij. Unë kam 5 vjet që protestoj i vetëm, edhe nuk dal aty me thonë e kam mikrofonin edhe dua të flas unë edhe mos flasi asnjë. Unë mendoj që nuk du të jep një rëndësi shumë personazheve, sidomos të tillë, të cilët kanë jetë tërë që i kanë shërbyer atij regjimit apo edhe personazheve të ndryshëm gjatë ndër vite. Kështu që nuk mendoj që duhet të jep një rëndësi çdo rrjeti social, çdo anonimi që del dhe flet e ulëret e vërtet, sepse do ja humbni shin dhe do shpërqendroni vëmendjen nga ajo protestë e bukur të cilat që po vazhdon. Jo, nuk po jap rëndësi, po më vjen keq që një media si Jeta është shef mundohet të përçaj protestën. Ne nuk është se jemi budallej, dim edhe financimet e gjitha mediave. Unë kam 5 vite që censurohem, po t'ishte kaq e pas se Jeta është shef, do më kishte nxjerrë edhe gjërat e mia kundër Akshit. Pra i dim edhe këto, dim edhe çfarë fshin si lajme, por problemi është që çdo lajm i tillë është përçarës në këtë moment. Dhe nuk duhet të dhënë rëndësi një personi që ka dhe probleme me kulturën edhe probleme mendore, ka folur 3 ditë rresht, i është dhënë mikrofonin, nuk është penguar, dhe vjen edhe thot unë nuk mbaj radhë, se unë jam zaqi islami dhe më njeh gjithë Shqipëria, aty do marret radhë, se aty ne kena dalë me kërku kulturë këtyre hajdutave që janë pushtet, kur s'kemi kulturë për vete çfarë protestojmë. Jo, në fakt ajo që është e bukur dhe uroj që ti mbash nën kontroll fakt gjithë këto stres dhe gjithë këtë presion, sepse ne shqiptarë vdesim ndonjëherë për të marrë mikrofonin dhe për të folë. Po sot besoj e ke marrë vesh, se unë para se të filloj të pyes për protestën organizimet që po vazhdojnë. Sot besoj e morë vesh urdhër arrestet e SPAK-ut, që në mesin e personave të ndryshëm të cilët e lëshuar urdhër arrest për arrestim, është edhe i famshëm Artur Sheu, një nga pronarët të cilët është në kërkim një nga pronarët e Zvërnecit, po themi aty ku filloi shkëndija e gjithë kësaj proteste, mendoj, sepse gjithçka është akumuluar dhe nuk është vetëm Zvërneci ata që i kanë ngrit gjithë ato qytetarë që dalin çdo natë të protestojnë. Pra në mesin e tyre është edhe Artur Sheu. Kenaj argument, kenaj pretendim, kenaj një mendim se për çfarë ndodhi pikërisht tani kjo historia e Artur Sheut, sepse të jemi sinqert, Genti,
materialet e Sky ECC kanë mbi 4 vite në prokurinë e SPAK-ut dhe pse pikërisht tani u ndërhyj për Artur Sheun? Këtu pastaj unë mendoj që është lojë PR-it, them drejtën, sepse edhe në rastin e Akshit kishte 3 vjet kallëzimi në SPAK edhe nuk po bëhej gjë. Mendoj që është lojë PR-i për ta lokalizuar pak protestën, pra për të thënë që shiko me që dolet për Zvërnesin e për reagojmë, po mund të jetë edhe lëvizje për treguar që SPAK-u po e mbështet protestën. Pra janë të dyja këto opsione. Unë mendoj që sido që të shkoj puna, çdo lloj lëvizje, se nuk është se është lëvizja e parë, është e disa ta lëvizje. Një lëvizje është çoroditja e kryeministit, duket që nuk është në Terezi. Një lëvizje tjetër është ky mesazhi që u hoq në grata i Berishës. Kjo lëvizja tjetër e SPAK-ut, pra tregon që protesta ka bërë presion shumë të madh. Dhe është hera e parë që qytetarët votuesit gri dalin në protestë. Pra është quajtur edhe protesta e parfumit në mënyrë ironike, pra që janë njerëz që kanë një stres mesatare që nuk i mungon pagesa në fund të muajit. Dhe kjo protestë ka treguar që nuk është më vetëm për Riollin edhe për Zvërnezin, pra ka marrë dimension tjetër. Unë dje thash edhe për mediat e huaja që vërtet piknisja ishte Zvërnezi, por ne nuk kemi dalë vetëm për Zvërnezin, Nartën, Ishullin, Sazanit, por enough is enough. Pra ka ardhur kulmi, biles në shoqërinë time kam filluar të them edhe një shprehje që ajo fjala na ka ardhur majt hundës, duhet të thënë na ka ardhur majt ballit, sa aq shumë na ka ardhur ka kalu. Po Gendi, a do të ndryshoj diçka veprimi i SPAK-ut tek protesta lidhje me këtë të rastit Artur Sheut, ti e the pak që nuk është më vetëm Zvërneci tashmë. Pra, siç duket, objektivat e protestës nuk janë më vetëm pezullimi i projektit, ndërprerja e dhënies së pronës tek investitorët strategjik, apo edhe te mos dhënia e llogarisë, arroganca. Ka ndryshuar, po themi të gjithë ato çfarë po themi nisi reagimi qytetar i asaj se çfarë ndodhi dhe tashmë jemi përballë një kërkese për dorëheqje të qeverisë. Unë mendoj që këto shpresoj që mos jetë tallje kjo puna e këtyre arrestimeve sot. Pra na tallin me këtë metodën e PR-it që shiko se ne po bëjmë diçka. Mendoj që shpresoj mos jetë tallje realisht. Po mendoj që është e zauru ky diskutim. Pra ne kemi dalë me një kërkesë që është e pa negociueshme, e pa tolerueshme, e pa ridiskutueshme. Dorëheqje. Kjo ideja që po dha ky dorëheqje, jo po kush do vijë etj, këto janë budalliqe, sepse ne e dim çdo njeri që ka një nivel të caktuar inteligjencë e kupton që me dorëheqjen e këtij thyen disa mure, edhe fillon ajo rrezimi dominove. Pra, me rrezimin e këtij do kërkohen gjëra të tjera, do rrethohet parlamenti për shkak për mendimin tim. Edhe ti kërkohet anullimi të gjitha ligjeve që kanë shkatruar këtë vend, siç është ligji 2008-s për zgjedhjet, ligji i zonave të mbrojtura, ligji i tokave bujqësore që po diskutohet sot që shitet tek të huajt. Janë shumë gjëra, pra kërkesa ka pafund. Po tiki një ky që na ka shkatruar çdo gjë, pra ka arrit aty ku nuk mban më, të iki dhe ai opozitës, se dhe ai pjesë e kësaj skeme dhe sistemi është. Pra, ajo deklarata Rama-Burg, Berisha-Burg ka dalë me shpirt nga kjo protestë. Nuk ka qenë e përgatitur. Pra, deklarimi jote në fakt që thua të ikë dhe ai tjetri, i hedh poshtë dhe zërat që të kanë akuzuar në rrjetet sociale sikur je pjesë e Partisë Demokratike. Shiko, mund që ditën e parë, duhet të them edhe diçka ta qartësoj, do doja që kjo video të përhapi sa më shumë. Në kohën e komunizmit njerëzit u futën në mosbesim edhe brenda familjes, vllau me vllau. Në kohën e demokracisë kaloi pak më e moderuar. Nuk ishte inati aq i madh, por u përlyen të gjithë që askush mos ketë më besim. Në grupin e njerëzve që rrin aty në protestë, ka nga ata që kanë foto këtu e 10 vjet më para me njerëz PD-s, PS-s, LSI-s apo ku diun, Llapa, i Sheja, i Qori etj.
Po ndoshta edhe arsyeja pse dalin aty është edhe ky mllëfi që kanë me këta sepse i kanë përdorur. Po. Pra, unë edhe ditën e parë që kam dalë, e kam denoncuar Akshin, më kanë thënë është nga Tropoja është i Berishës. Ndërkohë në Tropoj fiton PS-ja ka disa vite. Pra, Kjo është e vërtetë. kjo është përçarje, mendoj, edhe është dashakeqe nga një dorë e zezë që nuk do që këto gjëra apo kjo gjë që po ndodh një herë në 100 vjet në Shqipëri, që të dalësh protest edhe kundër pozitës dhe opozitës, si pjesë e një sistemi të mirë menaxhuar që na shkatroi gjithë këto vite, që t'japin mesazhe përçarëse që çdo njeri është i pabesueshëm. Duhet të ikim kësaj. Njeriu është i besueshëm dhe e tregon historia. Gedi, Po marr me gjithë modestin, ndjes, me gjithë modestin, po marr vetën time them, kam 5 vite që luftoj vetëm. Po t'isha unë person që doja pushtet, do kisha dalë ose zëvendës ministër diku ose drejtor, më besoni. Jo, as nuk e vend dyshim fakt, sepse unë të njoh dhe e njohim të gjithë ne çfarë lufte ke bërë sepse edhe hapësirat në media i ke postkufizuar në fakt. Po aja vlen Gento sot që ta përqendrosh vëmendjen tek media, sepse ka disa raste keni bërë deklarata që thoni bojkotoni mediat. Mos ndoshta është një gjë që pastaj sepse këto mediat në një farë mënyrë dhe rrjetet sociale po i bëjnë që protestuesit të ofrohen brenda ose të mblidhen për të folë brenda gjithë këtyre parametrave që po i rendit pak më lart. A mos është ndoshta një mesazh i gabuar fakti që bojkotoni mediat apo dhe tjetra ku thete përçarja, a ka përçarje në grupin nismëtar të kësaj proteste? Ti modestisht e thu që unë jam kamarieri protestës, por ne e dim gjithë që i ke qenë një nga nismëtarët kryesor të kësaj proteste të bukur që po vazhdon. Nuk kam qenë nga kryesorët realisht, ka qenë shumë spontane edhe pjesëmarrja ime në këto kamarierët e protestës, ka qenë rastësore shumë spontane. Nuk ka përçarje, beso, vetëm këto aludimet në media sjellin normalisht stres, sepse çdo njeri pastaj fillon dyshon për diskutimet, për idetë që hedhin në tavolinë. Kjo pjesa e bojkotoni media ka qenë pikërisht sepse media nuk e dha protestin. Pra nuk ka qenë se ne kemi inat me media, po organizimet e protestës të paktën 5 ditë e para kanë qenë komplet në rrjetet sociale. Vetmja media që ka filluar që nga dita e parë edhe e ka mbajtur për arsyet e veta dhe interesat e veta, do ta themi dhe këtë të jemi të sinqertë, sepse kanë edhe ata përplasje me shtetin, ka qenë News 24. Për fatin tonë mirë ka mbajtur këtë ritëm, jemi shumë të lumtur, edhe mediave tjera ju kemi bërë thirrje në momentin që ju bëni në mënyrë transparente transmetimin e të gjithë hapësirës së protestës, jemi të lumtur të na keni pas. Por ka dhe një gjë tjetër. Unë për shembull e kam personale me disa media, sepse sapo dal unë ulin mikrofona. Nuk i kam bërë asnjë media keq. Thjesht kam treguar me fakte se si ata vjedhin taksat tona për të censuruar të vërtetat edhe denoncimet tona. Ja, kjo është e vërtetë. Gjete si po ecën për protestën sot, se tani ora 6 në fakt sapo ka filluar të mblidhen njerëzit. Protesta sot, them drejtën, por ka disa surpriza, kemi një merak që mos kemi përplasje, kemi bërë thirrje që mos ketë përplasje sepse na është bërë një anti-miting nga Partia Socialiste. Jemi munduar me shpirt që mos ketë asnjë akt zune, sepse kjo është protesta më e bukur në botë, ku shef tek dera e kryeministrisë fëmijë duke luajtur, ku shef familje duke vizatuar edhe fëmijë duke vizatuar brenda protestës, nuk ka gjë më të bukur se kaq, dhe prandaj edhe këta janë çoroditur ky sistem, sepse nuk e priste kurrë që të kishte një protestë tillë në Shqipëri, po mendonin që do kishte vetëm molotov, edhe djegje, edhe fishek zjarr. Në fakt edhe një ditë u sulmuat, po themi në farë mënyrë protestuesit me ujë. Dhe realisht ato pamje shumë turpruese të policisë ku goditen edhe familja me fëmijë ose karroca fëmijësh që kishin në bulevard. Dhe mos ndoshta e morën mesazhin në një farë mënyrë policia që nuk kanë ndërhyrë më që nga ajo ditë.
Unë mendoj që ishte lëvizja më e gabuar e policisë, sepse ne nuk kishim asnjë informacion, apo ata nuk kanë pasur asnjë informacion që protesta do shkoj për të prishur ndeshjen Shqipëri-Izrael. Dhe ky është justifikimi që unë thonë. Shumë mirë gardi mund bëj pas kryeministrisë te Hotel Rogner, te rrugica tjetër. Dhe mbesoj nuk do kishte fare përplasje. U munduam të flisnim me drejtorat e policisë, t'ju themi që synimi jonë është vetëm të shkojmë deri te kryeministria dhe jo të kemi përplasje. Do me thonë, na u bë një blokad edhe një komunikim shumë i vrasht, që jo s'keni për të kalu. Tani nuk mund t'i thush një turmë njerëzish, nuk keni për të kalu. Është shumë e vështirë edhe ta menaxhosh. Menaxhim, të them drejtën. Kjo është i keq menaxhim nga policia e shtetit, e cila nuk mund ndaloj turmën, sepse turma del gjithmonë jashtë kontrollit, po si duhet edhe mungesa e eksperiencës drejtuesve të policisë së shtetit ka bërë këtë, sepse janë mësuar vetëm përdor gaz locial, goditi, largoj. Nuk janë mësuar me protestues të paqësorë, siç janë me fëmijë të tjerët apo mamat me fëmijë apo familjarë të ndryshëm të cilët kanë dalë në protestë. Ndoshta është edhe kjo ajo mungesa e profesionalizmit nga ana e tyre, edhe pse mendoj që duhet të ishin përgatitur edhe në raste të tilla. Them drejtën, shoh që ka mungesë profesionalizmi apo dashakeqësie ndoshta nga policia, sepse kemi të paktën 6 ditë që kemi civila që na ruajnë, na fotografojnë, na filmojnë, na rrinë afër, të infiltruar kemi zënë, që rrinë afër, fotografojnë edhe kur blem një paket cigare, fotografojnë lekët me idenë që na prishin imazhin nesër që ja si qarkullojnë lekët. Kemi media me emisione investigative që po na rrinë afër me kamera trupi edhe me çimka që të zbulojnë kush është ky investitori i madh i asaj fonie modeste. Kemi civila që na kërcënojnë edhe në rrjetet sociale, pse ma ke nxjerr foton, thot njëri prej atyre. Po të mrish me telefon të hunda gjithkohës, normal që do ta nxjerr foton. Se po më intimidon në një vend publik. Pra ti je në vend publik, lejohet me më filmu mu, po unë nuk u lejoha me të filmu ty. Pra kemi edhe nga këto. Është e vërtetë që ka pjesëtar të policisë që po e bëjnë punën më së miri, ku kemi edhe grupe radikale në protestë. Të këtë nuk e mohojmë dot. Se mes turmave përfshihen lloj tipash, lloj shërbimesh, lloj informacionorësh, gjithçka. Që na thonë edhe që ne jemi aty edhe për të ruajtur ju që ju kamarierët e protestës, të jeni të sigurt sepse mund t'ju bëjnë diçka dhe mund të shkojë keq. Jemi falëndërues, por ju kemi kërkuar vetëm një gjë, të jeni bashkëpunues. Për shembull, një kamerë sipër kryeministrisë, në informacionet e fundit që na kanë ardhur, bën identifikimin nëpërmjet fytyrës, emër mbi emër të njerëzve që janë protestë dhe ju shkojnë edhe ju bëjnë paralajmërim për heqje nga puna. Këto pastaj janë një nivel inati që degradon protestën. Dhe nuk do ishte mirë që shteti t'i përdor të këto gjëra, sepse besoj e ka kuptuar që njerëzit janë gati të lënë edhe punën, edhe të na bashkohen, dhe unë besoj që një thirrje e bukur për sot është linja të antimitingun atje me urdhër, edhe bashkoni këtej se është më e bukur kjo protesta. Gjedia, mund të na thush në një nga këto emrat e kamarierëve të protestës? Unë besoj që disa janë publik se e marrin mikrofonin vetë, është Luciana Rjollit, është Beni Kola që s'ka protestë në Shqipëri që mos ketë marrë pjesë, është Edisoni që s'ka protestë në Shqipëri të marrë pjesë, kështu që janë disa njerëz që dalin edhe me figura aty, nuk është sekret i madh me të thënë drejtën. Po sepse çfarë po ndodh? Po dalin edhe emra të ndryshëm të cilët po lakohen nëpër media sociale, sepse realisht çfarë ka ndodhur historikisht në Shqipëri është munduar të identifikojnë 5-6-10 personazhe dhe pastaj të intimidojnë nëpërmjet familjarëve të tyre, presione të ndryshme, largime nga puna etj. Këta janë metoda që janë përdorur realisht nga pushteti historikisht. Dhe për këtë fakt mendova që mos ndoshta identifikimi i këtyre i sjell edhe pasoja më mbrapa, sepse ty nuk kanë çfarë të bëjnë ata, se ti ke 6 vite që bën të njëjtën gjë, denoncon. Unë mendoj që për herë të parë aty po shohim njerëz që vinë edhe pse janë
në administrat, vinë sot, nesër vjen një tjetër, mungon një tjetër, pra çdo ditë kena njerëz të rinj, edhe më shumë se sa dita e djeshme. Dje filloi botrori dhe sheshi ishte plot. Marshimi dje ishte më i madh se sa ditët më para. Edhe pse kishte ndeshje botrori. Pra, unë bëra edhe një shprehje në fillim që s'kemi kohë as për botror. Realisht nuk kena kohë, ka ardhur një moment që nuk po durojmë dot. Edhe njerëzit që kanë lek, beso, vinë aty dhe thonë, o vlla, nuk i shijoj më lekët. Qa më duhen lekët kur e shoh fëmin tim që degradon në një shkollë të caktuar. Pra, mendoj që ai mlefi, enough it's enough, ka ardhur në atë pikë sa njerëzit nuk ju intereson më a është Genti i PD-s, a është i PS-s, a është i LSI-s, Llapa, i Sheja, po kanë dalë aty vetëm me një qëllim, dorëheqje. Këtja, ka ndërhyrje duke përmend këto emrat politikës, qoftë opozitës apo sepse në rrjetet sociale qarkullojnë plot, disa janë njerëz të Lalierit, disa janë njerëz të LSI-s, jo të Salianit, jo të këtij Shejait, jo të Qorrit. A ka ndërhyrje nga politika në fakt tek ju kamarierët e protestës për të përvetësuar në një farë mënyrë apo për të munduar të intimidoheshin? Shiko, ka ndërhyrje nga Sorosi, nga politika, nga këto partitë e mëdha, të vogla, po nuk e mohojmë dot, edhe nuk e përjashtojmë dot, sepse kjo protestë është për gjithë qytetarët. Kemi arritur në një pakt me partitë që çdo lloj video që bëhet mos hidhet me logo. Kemi arritur në një pakt që mos ketë akte dhune. Kemi arritur në një pakt që emra që janë drejtues në për këto parti mos të na afrohen fare. Pra, i kemi arritur këto pakte në mënyrë të qetë që kjo protestë mos përçahet, sepse në kohën e studentave kjo protestë u përçan në këtë mënyrë. Tani, për fatin ton të mirë, aty ka ca njerëz me zemër që janë gati t'japin dhe jetën, duke përfshirë dhe mu, që kjo gjë të paktën mos të kapet nga durë të liga, që e kanë përdorur popullin dhe Shqipërinë për gjithë këto vite dhe na e kanë nxirr jetën. Shqyr Zoti janë ta njerëz. Tani, a do ketë, a do përfolemi, nuk e ndalon dot se ta thash demokracia i ka përlyer gjithë. Pra, nuk mund të thush sot që ka një njeri që nuk është jo i përlyer në mënyrë banale, po që mos ketë një foto, mos ketë një takim, mos ketë marrë pjesë në një konferencë, se këtu po përdoren edhe konferenca. Ti shkon, unë për shembull isha në Shkodër në kohë zgjedhjesh për të folur për patronazhimin, dhe si opozita mund ta përdori këtë gjë për të rritur vlerat e saj, pra për ta sulmuar, për ta sfurmuar. Opozita ka hedhë me logo, nuk mund të ndaloj opozitën të hedhë me logo një orë leksioni, dhe mu sot po ma hedhin edhe po mëson këtë tezën që ja ti je pjesë e partisë. Jo, unë kam shku si aktivist, si denoncues i patronazhimit, dhe për t'i thënë të rive kush janë metodat se ti që ju mund ta ulni sa më shumë mundësinë për të manipuluar në rrjetet sociale. Kaq. Pra këto gjëra nuk mund t'i ndalojmë. Pra ju po bëni edhe çmos në fakt që mos lejoni të përçaheni si grup nismëtar apo si grup organizues të asaj proteste deri tani, sidomos në rrjetet sociale. Por do doja të pyesja Gendi, si do të shkojë më tej kjo lëvizje, cilat janë kërkesat konkrete, sepse ajo e thatë juve pak më herët që dorëheqja e qeverisë. Tani kjo është përfundimtarja, vetëm dorëheqja e qeverisë? Dhe çfarë është larguar dhe Rama nesër? Çfarë do të po ta them mendimin tim. Përmendë pak ja dy gjëra, po a mund të specifikohet cilat janë kërkesat konkrete? Ja ta them mendimin tim edhe mendimin që kam hedhur dhe në tavolinë realisht, që deri në dorëheqjen e Ramës nuk është mirë të përmendet asnjë kërkesë tjetër. Edhe kjo lëvizja për kodin zgjedhor, unë kam qenë komplet kundër, sepse çdo kërkesë tjetër në këtë moment është ose protagonizëm ose dëshirë për përçarje. Deri në heqjen e Edi Ramës nuk duhet të merremi fare me këtë gjë. As kush është organizator, as a do dali parti apo të ikë ky. Shqyr po e lëshojnë dhe çunat, gangot, sepse spaku këtej po vepron. Të ikë ky
nuk e di do me thonë se fjala korupcion me këtë ka arrit, nuk du të me gjithë një fjalë tjetër. Të iki i zotëria, ky kryeministër më i korruptuar në gjithë historinë e Shqipërisë, do vazhdojnë kërkesa tjera, do afrohen intelektual tjerë, më besoni ka të rinj edhe brenda Shqipërisë, edhe jashtë Shqipërisë që janë shumë herë më të zgjuar se edhe unë, do vinë, do përpilohen kërkesa tjera, do bëhen organizime, do jetë frymarrja më e lirë, mediat do jenë më të lira. Ne kemi emisione sot që organizohen me qëllim për të prishur protestën. Ne kemi gazetarë sot analista që dalin me qëllim për të prishur protestën, duke dhënë emra, duke na fshar, tjetri sot malokët. Kanë shku malokët atje. Mama pëlqej sidomos e përballja e Osman Stafës me Batona Gjiun, ishte gjë shumë e bukur që ja tha në sy. Shumë e bukur. Ashtu duhet hera e parë ndoshta që ndodh këtyre të cilët kanë kontribuar që ky pushtet i korruptuar të vegjetojë gjatë gjithë kësaj kohës. Shumë e vërtet. Prandaj edhe shpreha Rama-Burg Berisha-Burg ka dalë nga aty, sepse e kanë kuptuar gjithë që vegjetimi i këtij pushteti është gabimi i shumë palëve, nuk është vetëm gabimi i Edi Ramës. Para se të pyes si pyetjet e fundit në fakt. Duhet më fal, duhet më thon për shembull edhe Lul Basha-Burg, se e kemi harruar. Duhet më thon sot në mikrofon. Ideja është ja e larguat edhe Ramën, a keni ju ose ti mendimin tënd personal apo me ato çfarë keni diskutuar se çfarë do të bëhet, ja u dha dorëçe Rama. I kemi të gjitha gati, më beso. Çdo gjë e kemi gati. A mund ta ndajmë në një gjë bashk? Po ta thash unë jam nga ata edhe në tavolinë që them nuk duhet diskutuar asnjë gjë pa ikur Edi Rama. Do të thonë momentin që ikë Edi Rama premtoj që do jem i pari që do dal në emisionin tënd në asnjë tjetër që të ta them këtë gjë. Kendi, faleminderit. Edhe një gjë të vogël. Starlinkun kush po e financon në shesh? Po bëhet shumë kjo pyetje realisht. Starlinkun unë e kam marr ka pothuajse 3 vjet, sepse Bashkim Ulaj me Digicomin më përgjonte internetin e zyrës. E kam marr për zyrën time, e kam paguar për zyrën time si fillim. Dhe ato 3 orë apo 4 orë që unë e vendos aty nuk më prishin asnjë punë për zyrën time dhe e financoj me shumë kënaqësi dhe po t'jap edhe informacion që nuk do doja me dhon, po e them që edhe ca njerëz skeptik të kuptojnë që kam një 2 muaj pa paguar kredin, dhe shumë e thjesht po të interesohen në bank, sepse po i fus të lek që kur të marrë kjo protest kemi mundësinë të punojmë ne profesionistat, jo aq sa do Edi Rama dhe pushteti i tij, se na kanë vënë limit, kaq lek duhet të kesh ti, po aq sa kena njohurin, guximin edhe aftësinë për të punuar. Kendi, shumë faleminderit, nuk po të pyes se si nisi e gjithë kjo protestë, sepse e dim shumë mirë ne se cila ishte shkëndia që u bë, po rrjetet sociale besoj kanë bërë punën e saj me gjithë këto organizime që po vazhdojnë sot e kësaj dite në mënyrë paqësore dhe shumë të qetë, dhe po duket Tirana më e bukur se gjithmonë. Dhe të them drejtën, ndonjëherë më vjen e keq që s'jam aty, por që po mundohem të mbaj më larg. Edhe këtu në Boston do ketë protestë, dielën nga një grup të rinjësh kanë organizuar proteste në mbështetje të juve që po bëhet andej. Do organizohet në sheshin e Boston Common, ku quhet përballë shtetit ose ambienteve qeveritare. Dhe besoj që do mblidhet edhe këtu komuniteti për të dhënë ato sensibilizimin me ju. Por në fund do të thuash një mesazh për gjithë qytetarët të cilët po vazhdojnë t'ju ndjekin në protestën e bukur që po vazhdon. Mesazhi im është shumë i drejtë për drejtë, mbyllni qepenat, jepni dorëheqje nga administrata, boll më, nuk jeni më sklever, merrni fatin tuaj në dorë. Dini aty, më besoni, ditë më të mira do jenë për gjithë. Nesër më shumë, çdo ditë edhe më shumë, nuk janë asnjë gjë 12 ditë, ne jemi gati me net aty 1 vit. Se është hedh kjo teza, çfarë do ndodhi, nuk do lodhemi asnjë ditë. Nesër më shumë, çdo ditë më shumë. Kendi, faleminderit dhe suksese sot, edhe uroj që mos keni të lashe,
sepse njerëzit vetëm kanë filluar të mlidhen, duke qenë që është edhe mitingu i Partisë Socialiste, se ne të gjithë e dim tashmë që këto takime që po bën nëpër rrethe është thjesht anti-miting për t'i bërë kashillik protestës. Dhe uroj që sot mos të keni asnjë incident fakt edhe me militante e Partisë Socialiste, të cilët do mlidhen po në Tiranë dhe ndoshta jeni të njëjtën kohë. Dhe uroj që t'i dheni mesazh bukur më herët që leneni fushatën e Edi Ramës, bashkoheni në neve. Dhe uroj që të shkoj shumë mirë dhe mbarë edhe sot. Faleminderit. Me që këtu erdhi fundi edhe këtij episodi. Falenderoj kolegun Lidita Qela, e cila zbardhi shumë nga çështjet që lidhen me investime strategjike, si dhe Genti Prognin, një nga zërat më aktiv të organizatorëve të kësaj proteste qytetare. Së bashku do të shihemi në episodin e radhës, e deri atëherë mos harroni të abononi në kanalin dhe të komentoni, të na dërgoni pyetje apo sugjerimet tuaja në rrjetet sociale. Episodet e podcastit tashmë mund t'i ndiqni edhe në Spotify, Apple Store dhe në platformat e tjera online. Ndërkohë mos harroni të lexoni lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe diaspora në mashqip.com. Faleminderit gjithëve dhe mirëmbëjtje.